Antarë të komisionit, fillojmë mbledhjen e sotme me këtë rendite. Miratimi i proces verbalit mbledhjes datës 16 shkurt 2026 dhe pika 2, shqyrtimi i shkresës kthim përgjigje i Ministrisë së Arsimit në lidhje me detyrimin për dhënien e provimit të shtetit për kandidatët për mësues, 3 çështje të tjera. Para se të fillojmë shqyrtimin e çështjes, duhet sqarojmë kuvendin, patjetër, dhe opinionin publik që kjo mbledhje e ditës sotme nuk ishte parashikuar me këtë rendite, apo jo? Pra kemi dalë kundër një vendimi që e kemi marrë me votë. Sot duhet diskutohesh ligji i propozuar nga zoti Tritan Shehu për mbrojtjen e fëmijëve dhe trive nga propaganda gjinore. Ky ishte një vendim që u mor me votat edhe të majorancës, edhe të opozitës. Madje është parashikuar që seanca për këtë projekt ligj, ose ky projekt ligj më saktë, të debatojë në seancën e radhës të tanishme të datës 11. Pra, ne, në fakt jo ne, se do e ndajmë kush e ka përgjegjësinë, kemi dalë kundër vendimit të konferencës së kryetarëve. Ky ka qenë vendimi juaj, vendim për mua, domethënë, kreti i palogjikshëm, nën justifikimin që ju doni kohë që të studioni ligjin e propozuar nga zoti Tritan Shehu. Më pëlqen që ju ligjet i nënvizoni me laps dhe me letër, dhe që i studioni kaq shumë dhe kaq gjatë, dhe sa bukur dhe sa mirë do ishte sikur ju këtë procedurë metodik ta bëshit me gjithë ligjet e tjera, përfshirë ligjin për barazinë gjinore, për ligjin për investimet strategjike, për ligjin për zonat e mbrojtura, për ligjin për trashëgimin kulturore, apo për ligje që kalojnë sa hapen mbyll syt, në kuvend, nën okelion e do bëheja, s'kemi kohë, jemi në urgjencë, ne kemi vendim politike, ka vendos konferenca e kryetarëve, ja pra nuk vleka as konferenca e kryetarëve, nuk vleka as vota jonë, sepse përmbi këtë prevalon një vendim absurd politik i juaj që të orienton punën e kuvendit në tërësi dhe në mënyrë të veçantë punën e komisionit tonë. Dhe kjo sjellje është e përsëritur vetëm me projektligjet që propozohen nga opozita. Dhe aq më tepër provokohet me një ligj i cili prek në shumë plane shoqërinë, prek edukimin, prek familjen, prek fëmijët tanë, siç është projektligji i propozuar nga zoti Shehu. E di shumë mirë që nuk doni fare ta kaloni dhe në seancë, sepse nuk doni debat për një çështje kaq sensitive dhe kaq me diapazon gjerë, por nuk duhet përdorni të tilla manovra. Përndryshe, pastaj hajde të vendosim një standard që edhe kur duam ne që të studiojmë ligjet tuaja me thellësi madhe dhe kur duam ne të thrasim për ligjet tuaja grupe interesi. Pse mos e përdorim këtë gjë që ka shëndosh kjo sipas jush, që studiohet ligji, din grupet e interesit. Para kësajt ngjarje, ne kemi pasur një debat gjerë për një ligj tjetër që u çua në kuvend nga komisioni ynë dhe jemi mbledhur me urgjencë të madhe sepse duhet kalonte në seancë plenare, se kështu ishte vendosur. Dhe kemi bërë debat shumë gjatë edhe këtu, kemi kërkuar që jo, duhet të rasim grupet e interesit për ngritjen e agjensisë kombëtare të shërbimeve arsimore. Dhe nuk thirrëm as grupet e interesit dura, u bë me një shpejtësi rrufe, sepse nuk duhesh debati parlamentar. Megjithëse ne e kërkuam. Pra si ta bëjmë këtë ne, me 2 standarde do vazhdojmë sillemi, se doni ju, apo se s'doni ju, apo se ka rregulla, apo duhen respektuar rregullat. Na ndani këtë gjë që edhe ne ta dimë, se nuk është komisioni i Parlamentit të Shqipërisë
fush realizimit dëshirash nga njerëz që përfaqësojnë një detyrim politik sikurse edhe ne për të çuar deri në fund agjendën që ka parlamenti, bërjen e atyre ligjeve që janë në interes të shoqërisë dhe detyrimi për që janë transparent dhe shërbyes ndaj publikut. Për dal tek ligji që ka propozuar zoti Tritan Shehu, thash është ligj shumë i rëndësishëm, shumë sensitiv, që prek familjen, prek fëmijët tanë, dhe që patjetër që duhet për mua të miratohet të kaloj. Ka disa modele që ekzistojnë, jo vetëm Hungaria, sepse shpesh përdoret si argument negativist, shumë shtete të Amerikës e kanë adoptuar dhe kanë pranuar një ligj të tillë, i cili krijon bazat shëndosha që fëmijët tanë të mos jenë nën influencën e propagandës gjinore, transgjinore dhe elementeve tjerë. Dhe momenti i ardhjes këtij ligji është shumë i rëndësishëm sepse pak kohë më parë është publikuar dhe vendimi që ka marrë Ministria e Shëndetësisë për kastrimin e fëmijëve tanë, për terapinë hormonale të fëmijëve tanë, të minorëve në moshën 14 vjeçare, kur fëmia ende është në fazën e pubertetit, ende është në formim gjinor e sipër dhe ku kontradiktat janë normale, aq më tepër në një shoqëri ku bullizmi është sheshit këtu kene dhe ne do i vendosim fëmijët tanë, trit tanë para kësaj alternative, po kjo është e turpshme, krejtësisht e papranueshme, revoltuese, është sa 10 zvërnec kjo, ky vendim, kjo procedurë që është miratuar dhe unë habitem që nuk ka një reagim qoftë edhe të personalizuar. Ne jemi prindër gjithë që jemi këtu dhe askush nga ne nuk do e dëshironte që ne të gjendeshim situata tilla para dilemës të japim lejen, mos japim lejen për të bërë një gjë tillë. Nuk e dim fare se si mund vinë gjërat. Një mund të jetë i lumtur se fëmia ka kaluar atë fazën e pjekurisë dhe vërtet është i lumtur, tjerët janë të shqetësuar, çfarë do ndodhi, si do ndodhi, por ne duhet reagojmë. Si prindër, s'kam fare lidhje me kostumin politik, nuk e bëj fare për arsye se, jo, kam arsye njeriun dhe natyrën dhe Zotin, fund fare, sepse i ka përcaktuar dhe i ka ndarë gjërat. Tu nuk bëhet fjalë për diskriminuar fare, në qëndrimin ton, propozimin që Zoti Shehu ka sjell, por për të rregulluar një sjellje brenda një shoqërie për të mbrojtur tërësisht dhe plotësisht fëmijët tanë. Dhe ne këtë do ta bëjmë me pathos, me veprime konkrete, me mosmiratime. Kjo gjë nuk mund të realizohet në Shqipëri. Nuk mund të fshiheni pas e do BE-ja nën okelion e BE-s. Nëse çekën këto kushtet për të hyrë në BE, por mos futemi, nëse është ky kushti që dorëzohet fati i fëmijëve tanë, se u dash ka një kastrim, u dash ka një terapi hormonale, se kjo na mbyll portën, se këta janë justifikime, normal, dihet, po kjo është absurde dhe askush nga ne s'duhet ta pranoj. Nëse ne nuk reagojmë, ç'e prisni ju domethënë? Kush mund ta rregullojë një gjë tillë? Nëse ne nuk reagojmë, ne që kemi autoritet për të reaguar, ja reagoj ai qytetari thjesht, por çfarë do sjellë ai në rezultatin e kësaj gjës? Dhe ta mendosh pjesën tjetër, që shoqëria jonë është e çorientuar totalisht. Është çorientuar nga ana ekonomike, ka krizë ekonomike, krizë sociale, mungesë sigurisë arsimore, shëndetësore, mbështetjesh të tjera që shteti nuk i ofron, ka një çorientim, ka një depresion brenda kësaj shoqërie dhe kësaj shoqërie ti hedh edhe këtë lloj terapie. Dhe shembullin e kemi konkret, merrini me mend. Elon Musk, një ndër njerëzit më të fuqishëm të botës, që ka një ushtri me avokatër, që ka një ushtri me psikolog, me sociolog, dhe ai i është dorëzuar presionit që grupet e atyre që stimulojnë terapitë hormonale për të dhënë firmën për fëmijën e tij që e ka të humbur sot në aspektin social, e ka ndërprerë marrëdhënien. Dhe ai e ka deklaruar që ishte një nga fatalitetet e mia. Do të thënë një njerëz kaq potent
dhe nuk e përballoj presionin, po këtu këne më, nuk kam bukë të hanë prindrit, si mund t'ja dorëzojmë ne fëmijët kësaj situate, kur grupe caktuara me ideologji caktuar për ta shpërndar mund t'i marrin fëmijët, t'i bindin forma dhe mënyrat që din ato që i kanë para përgatitur, i kanë përhapur me media sociale, i kanë përhapur me media klasike dhe vazhdojnë ta bëjnë një gjë tillë. Dhe ndërkohë ne duhet heshtim, kjo është tragjike. Dhe ne duhet jemi para kësaj përgjegjësie. Ne sot duhet shmangshim ligjin që ka sjell zoti Shehu, jo fare, duhet ta diskutoshim, sepse ne këtë rrezik e kemi paralajmëruar. Tek ju miratoshit ligjin për barazin gjinore, kemi thënë që po godisni binaritetin e gjinive, këtu kemi bërë bashkë debat. Dhe shumë mirë që ju mbroshit binaritetin, jo thatë, nuk do të preket binariteti. Kur dolëm që binariteti është prekur, është kategori sociale gjinia sot, nuk është trupi, është pengesë për gjinin, zoti që ka pengesë për gjinin, dhe çuditërisht sot do përtypni fjalët që keni thënë dikur, kur përballeni me këtë realitet, se njeriu ka një koherencë drejt gjitha hajin, qëndrimet e veta. Dhe gjithë na shpëton koherenca, s'mund të ndryshojë qëndrimet sipas situatave. Dhe kjo mënyrë sjellje që ju keni shfaqur në raport me këtë ligj ka shumë themi parashtrime, konkluzione, argumenta. Të mbetemi dhe tek ai i ligjit që ky komision nuk është vegël në duart e një partie. Ky komision, si çdo komision tjetër parlamentar, është komision i Parlamentit Shqipërisë, që funksionon në bazë të rregullave, që ju pretendoni t'i mbroni me forcë kur keni interes dhe bëni papën kur ju duhet. Dhe ndërkohë sot e paskët, domethënë si element që mund ta bëni kështu, mund ta thrisni kur doni, kur ju teket, pa respektuar rregullat rregullore, në konferencën e kryetarëve, gjërave tjera. Pra është një situatë të cilën ne nuk mund ta tolerojmë. Sot unë mbledhjen e kam pranuar për hir të mbledhjes, me qëllim që të shpreha edhe këtë qëndrimin tim, them drejtën, jam shumë i ndërgjegjshëm, përndryshe nuk do ta kisha pranuar, dhe po them që nuk do ta pranoj në asnjë moment tjetër si ky rast, por ishte momenti për të shprehur këto qëndrime. Se përndryshe do të dilshim pa zë, pa qëndrim, dhe ju mund vazhdoshit gjithë herët të bënit një gjë të tillë. Dhe krahas kësaj kam dhe një qëndrim tjetër. Po do lejoj dhe kolegët e mi që shprehen për këtë gjë, sepse kjo është çështja e parë pa dalë tek letra që edhe ju mund shprehni sigurisht, dhe tek një qëndrim tjetër. Dje kryeministri ka qenë në Elbasan. Jo se ka qenë në Elbasan dhe unë jam nga Elbasani, por shpesh për shkak të përvojës time parlamentare jemi ndeshur me reagimet tuaja si nëna, edhe si gra, kur ndonjëri nga ne ka lëshuar epitet që e keni gjykuar ju që nuk është i përshtatshëm. Edhe madje edhe vetë këtu kemi pas edhe debate të tilla, tërhiq fjalën, bullizim. Dje është tallur në mënyrë të shëmtuar publikisht me gjitha gratë, nënat, motrat, vajzat që dilnin protest. I pat ato klounizmat, po si s'reagoj, si duar trokistit, më. Se unë këtë se kuptoj. Po mirë, na duar trokistin dhe ne kur themi në një fjalë tepër. Duar trokistin, pse? Ju duar trokistin për shfaqjet teatrale, pa pranueshme, alogjike, apo është niveli i lartë, ai është super nivel. Jo mëse janë, domethënë, pranishme këtu, dje duar trokistin, këtu na hidhen fyt ne për një fjalë popullore, bëjnë habitur, si e the, domethënë, si e thot, po ai si e bënte? Jam çudit, prisja një kështu reagim, heshtje paktën, domethënë e quaj reagim. Po hilaritet në sallë se ai ofendonte gratë dhe vajzat dhe po mirë, ju shoqata e grave u mlodhët, se ju bëni protesta, shkoni deri në BE se deputeti i PD-s na ka quajtur, pse se bëni ju një gjë tillë tani që të reagoshit dhe të mbroshit vërtet autoritetin e femrës, gruas,
nënës shqiptare, po lejua domethënë një shfaqje të shëmtuar vetëm për qëllime politike duke qenë brenda në sallë. Si su çu njëri dilte nga salla, një grua çosh, domethënë nga salla, e vazhdonte pastaj me atë. Si mund të lejoni ju domethënë që të bullizmi për cilën folëm pak më parë që ka pasojë edhe të shfaqet kaq hapur nga numri një vendi nga kryeministri dhe askush mos reagoj. Pra, e kuptoni që situata jeni. As pak koherente dhe të paktën na i kurseni ato hipokrizit neve këtu në komision dhe në parlament, qoftë kur bëhet fjalë për fëmijët, qoftë kur bëhet fjalë për nënat, për gruan, qoftë kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit dhe të rregullores. Mos na i hidhni këtu se sinqerisht nuk vlejnë, nuk shkojnë, nuk duhet dhe nuk tregon që keni qëndrim me karakter. Gjithsesi zgjedhja juaj s'kam asgjë se po të vazhdoj e di që do marr ndonjë përgjigje po na bullizon, se jeni shumë ndjeshme ndaj nesh. Dhe po ja le fjalën kolegët mi. Po, zonja Kushi. Po prit dhe zonja Kushi, mbaje vetën se po si avash më, mbaje më vetën, mbaje unë. Po t'ishe kaq ekspresive dhe dje, unë sot do të kisha falenderuar publikisht. Kaq reagente. Po e bërë ti se unë pa kaluar fjalën. Po, faleminderit kryetar. Ju përmendët kaq shumë çështje, bët një monolog shumë të gjatë, përmendët ligje. Unë në fakt refuzoj që ju jap përgjigje për të gjitha çështjet, por do t'i përmbahem vetëm pikës së parë që ka lidhje dhe me mbledhjen dhe me rendin e ditës, vendimarrjes së kryesisë së komisionit për ta shtyrë mbledhjen që ne kishim parashikuar për të shqyrtuar ligjin sot. E para njerë dua të theksoj që ne nuk kemi asnjë paragjykim për ligjet që propozohen nga opozita. Sepse po të kishim paragjykim, ne që në mbledhjen e kaluar nuk do ta kishim pranuar dhe nuk do ta kishim caktuar datën e shqyrtimit të ligjit sot, me njëherë që ditën e hënë. Por ne u treguam me njëherë shumë të gatshëm për ta shqyrtuar këtë ligj. Pa patur asnjë paragjykim, sigurisht dhe pa e ditur, pa e lexuar, sepse ligji sapo ishte prezantuar, sapo kishte mbritur në komision. Kështu që ne e pranuam me njëherë dhe kjo tregon që ne nuk kemi asnjë paragjykim. Më pas, kur filluam ta lexojmë ligjin dhe të përgatitemi për ligjin, e pam që ishte një ligj i rëndësishëm që ka një ndjeshmëri të lartë dhe natyrisht ne kemi kemi nevojë për kohë që të përgatitemi që vendimarrja jonë të jetë një vendimarrje e kujdesshme, jo të jetë vendimarrje, siç thoni ju, nisur nga paragjykimet, jo se është ligji propozuar nga ju, por ta lexojmë, ta studiojmë, ta shqyrtojmë me vëmendje, të shikojmë dhe përvojat e tjera që nëse është ligj që i vlen çështjes, patjetër që ta pranojmë, pse jo. Pra nuk kemi asnjë paragjykim për të thënë po ose jo. Nuk është hera e parë që një ligj shtyhet, merr kohë sepse antarët e komisionit kanë nevojë për më shumë informacion, për më shumë përvoja, për patur ndonjë studim e kështu me radhë. Dhe nuk është vetëm komisioni ynë që e ka shtyr këtë projekt ligj. Pra, unë e theksova sepse dhe në diskutimin që bëm te kryesia e komisionit, ne e theksuam që ne nuk do bëhemi pengesë për kalimin e ligjit. Pra, nëse ligjet e tjera përgatiten dhe bëhen gati për të respektuar datën e përcaktuar nga konferenca kryetarëve, patjetër që dhe ne do bëjmë përpjekje maksimale që ta kalojmë brenda afateve. Por për sa kohë as Komisioni për të Drejtat e Njeriut dhe as Komisioni i Ligjeve nuk janë përmbajtur datës së përcaktuar për kalim në seancë, atëherë edhe ne kërkojmë që të marrim kohën e duhur në mënyrë që të kemi një diskutim serioz edhe të kemi një punë serioze në komision. Pra kjo ka qenë arsyeja dhe ne menduam që ram dakord. Pra ne i paraqitëm këto argumenta te kryesia e komisionit dhe në fund fare u mor vendimi që mbledhja të shtyhet dhe sot të diskutojmë shkresën e ardhur nga
Ministria e Arsimit. Ndërkohë ju përmendot edhe ligje të tjera, për shembull përmendot ligjin për Agjencinë e Shërbimeve Arsimore dhe thatë që nuk bëm seancë me grupet e interesit. Në fakt nuk është e vërtetë. Ju i ftuat grupet e interesit dhe ne bëm seancë dëgjimore. Kështu që të mos i shtrembrojmë të vërtetat. Sigurisht mund të kishim dashur edhe më shumë grupe interesi, institucione, po nuk erdhën, u ftuan, nuk erdhën. Ato që u ftuan morën të gjithë kohën e dur për të dhënë opinionet e tyre dhe propozimet e tyre. Kështu që për çështjet e tjera pastaj nuk po vazhdoj. Faleminderit. Spari zonja Kushi, me qenë se i mshove që ti refuzon, nuk kërkova gjë që të prononcohesh, që ti refuzon, që refuzon të më përgjigjesh mua. Unë s'kërkova që ti të më përgjigjesh. Po ndi më mirë, edhe unë dua të them çfarë dua në fakt, por po ka i gjë. Unë çfarë dua nuk i them gjithmonë, sepse zbatoj rregulloren, ligjin, etikën, edhe logjikën e dialogut. Se çfarë dua, domethënë, ka vende tjera për të thënë çfarë dua. Unë mendoj që duke mos ju drejtuar s'kishe pse ngrije zëri, unë refuzoj, unë s'ta kërkova. Po mirë, dakord, shumë mirë. Kjo është preferencë tash edhe dakord. Mirë, po mbaje çik veten se nuk të ndërhyra në asnjë sekond. Pse? Kështu që mos e rrit kaq shumë veten, refuzon ti përgjigjesh kësaj gjë. Dhe duke qenë se ishte monolog, ishte për veten time dhe këtu mbaronte historia, s'kishte refuzim. Por edhe kundërvënie brenda vetes tënde dhe në parashtrim. Kryetar, as ju komentoj asnjëherë. Thjesht shpreh qëndrimin tim që refuzoj të përgjigjem. Këtë e kam të drejtën time. Para punës zbato rregullat e komisionit, fjalën e japun. Atë e merrni ju. Edhe mos ndërhy fare kur ta mbaroj unë, që se ke bëretje, mund ta kërkosh për procedurë. Po më vjen keq, gjithë parashtrimi yt ishte mbi bazën e atyre që thash unë, çka do të thotë që ishte koment mbi ato gjëra që unë parashtrova, mbi ato argumenta që unë thash. Kështu është dialogu, po ndryshe është monolog, siç thatë ju për atë që parashtrova unë. Dhe me qenë se thej njëkohësisht shumë gjëra, faleminderit për seriozitetin që tregoni. Të madh, Biles. Se ju doni që ligjet ti studioni, thash të thelloheni, ta ballafaqoni me literaturën, me modelet ngjashme, sapo e thatë. Po këtë kemi kërkuar dhe ne. Këtë donim ne për ligjin, për Agjencinë e Shërbimeve Kombëtare Arsimore, sepse nuk ishte ndonjë model në Europë. Ju a tham, s'ka ndonjë model, gjeni ndonjë model. Atëherë ju për këto që sjellim ne do gjeni modele? Gjeni se ka, se unë e di që ka modele shumë të sakta dhe shumë të mira për atë gjë. Po që duam të bëjmë edhe ne, vetëm ju, domethënë, doni kohën e mjaftueshme të studimit, po ne për ligje të rëndësishme, s'na jepet e drejta se e ka vendos konferenca e kryetarëve dhe që kemi dalë kundër konferencës kryetarëve kemi dalë. Nuk është vullneti juaj, e pranuat ju, e ka vendosur konferenca e kryetarëve këtë. Është detyrë e kuvendit që kur një deputet dorëzon një projekt ligj shqyrtohet, kaq. S'duhet ju themi faleminderit e pas këtë pranuar ju që pas kemi futur në rendin e ditës, po kjo është alogjike. Po duhet ta bëni me një këmbë, Biles. Edhe në raste të tjera do sjellim edhe projekt ligje të tjera, edhe do e bëni. Se kështu funksionon parlamenti, jo se duam ne tregojmë shumë të fortë para jush apo anasjelltas. Kështu që ta ruajmë veten tonë edhe kur shprehemi, ti zbatojmë ca rregulla dhe ca logjika edhe ligjore. Dhe në rastin konkret, dakordësia ishte e sqaruar, nuk krash dakord që të zhvendosësh dhe unë nuk përgjigjem për komisionet e tjera. Unë flas vetëm për komisionin që drejtoj. Nuk di nëse ligjet e shqyrtojnë, nuk di nëse shëndetësia e shqyrton, nuk di nëse drejtat e njeriut e shqyrtojnë. Fare, s'kam asnjë komunikim me asnjë nga kryetarët. Unë kam rregulloren, ligjin, votën tonë. A e miratuam ne? Ne po dalim kundër vetes son, kundër vullnetit ton dhe po bëjmë një seancë që s'duhet ndodhte me këtë rendite, se po dalim kundër rendit ditës. E mbani mend sa keni bërtit për rendin e ditës. Është bërë rendi i ditës, ne s'dalim nga kjo, është i përcaktuar. Ja pra, kur është rasti.
që ju e shkelni sa herë dhe si doni rendin e ditës. Prandaj, ju a thash, na i kurseni hipokrizit, sepse gjërat janë e bardhë dhe e zezë, dallohen shumë mirë në mënyrën se si komportoheni, si silleni në raport me kuvendin, në raport me ligjet, në raport edhe me opozitën, në raport dhe me kërkesat e saj. Fjala për ju, zoti Baçi. Faleminderit, kryetar. Sinqerisht, kur e vendosëm në rendin e ditës dhe që do të mblidheshim sot për këtë projekt ligj, unë mendova se do të jetë, mos gaboj, kemi vetëm një rast të një miratimi të një projekt ligji të kthyer në ligj, të propozuar nga opozita, që është projekt ligji për dekriminalizimin. Dhe ishte një projekt ligj që u votua nga të gjithë dhe pati një efekt, do të thoja, shumë të mirë në opinionin e qytetarëve, por edhe tek politikanët. Mendoj se mazhoranca gjithmonë mendohet thellë në një projekt ligj që vjen i propozuar nga opozita për ta menduar gjatë, për arsye se mund të mendonte se projekt ligji që u kthye në ligj i dekriminalizimit prodhoi pasoja të rënda për politikën, për mazhorancën, sidomos se për opozitën nuk pati fare. Dërsa për këtë projekt ligj që unë mendova sinqerisht, dhe këtu e kam me gjithë sinqeritetin tim, me një respekt të veçantë për gjitha ju zonja familjare të nderuara që jeni këtë komision, dhe ndihemi vërtet mirë, dhe këtë kam shumë të sinqert dhe shumë kolegë të tjerë të mazhorancës, familjar të mirë, prindër të mirë, nëna të mira, baballar të mirë. Një projekt ligj i ardhur jo me tendencë, mendoj unë, i propozuar nga një grup i konsiderueshëm deputetësh Partisë Demokratike, me iniciator doktor profesor Tritan Sheu, një deputet me eksperiencë dhe përvojë të gjatë në parlament, dhe doja të besoja se do ta kishim një diskutim shumë konstruktiv, të përbashkët dhe një projekt ligj që mendoja se do të kthehej në ligj natyrisht, edhe me ndërhyrjet tuaja, plotësimet, amendamentet që mund të propozonit. Anullimi ose shtyrja në afat e diskutimit, unë do të dua ta shikoj në një këndvështrim tjetër, në një këndvështrim pozitiv, jo negativ. Pavarësisht se do doja të ishte sa më shpejt, por shtyrja do të thotë që ka seriozitet, kërkon që ju ta diskutoni, ta analizoni, të mirë një informacion më të plot, megjithëse më lejojnë të them që nuk besoj se jeni pa informacion në këtë drejtim. Po ka projekt ligj që mund të diskutohet pa hapur shumë shkresa, pa parë shumë materiale dhe dokumente, është ky projekt ligj, se është shumë i shqipëruar dhe është shumë i kuptueshëm për të gjithë, madje edhe qytetarë të thjesht, po të pyesësh, unë mendoj se, dhe jo mendoj, po e besoj plotësisht, janë 80-90% dakord për këto çfarë shkruhet në këtë projekt ligj dhe për shumë gjëra të tjera që ne artikulojmë në mënyrë të përditshme. Jam i bindur që dhe ju jeni plotësisht dakord në këtë drejtim. Pavarësisht pastaj vendimet tuaja politike, si duket, nuk varen nga ju, po varen nga leadershipi juaj, dhe nuk e di se çfarë kanë ata në mendje për të vendosur për një projekt ligj të tillë për të kthyer në ligj. Por që të shtysh në afat dhe të thuash do të diskutoj për forcimin e rolit familjes që kërkohet në këtë projekt ligj, për mbrojtjen e të miturve dhe garantimin e të drejtës së prindërve për të qenë aktor kryesor në edukimin moral dhe social të fëmijëve, nuk besoj se do të ketë njeri kundër. Pra, në vijat përgjithshme, me pak fjalë, ne duhet jemi në unison për miratimin e një ligji të tillë, për të qenë të sigurt për fëmijët tanë. Parë në këtë këndvështrim, edhe një herë po e përsëris, do të doja shumë të besoja dhe do vazhdoj të besoj deri në fund që ky projekt ligj të kthehet në ligj i mbështetur edhe nga ju, me argumentet tuaja, me amendamentet tuaja, me mendimet tuaja, me rregullimet tuaja, me korrigjimet tuaja, patjetër brenda atij kuadrit të familjes. Të gjithë jemi pro familjes, të gjithë jemi
për garantimin e të drejtave të fëmijëve tanë, kështu që edhe njëherë po e përsëris shtyrjen që është kërkuar nga ana juaj, do ta marr si pozitivitet për të qenë më të përgatitur dhe për ta bërë sa më të mirë këtë ligj, me bindjen që do ta kalojmë në parlament. Nëse do të ndodhe kundërta, sinqerisht më vjen keq që do ta them këtë, por atëherë ju nuk mund t'i thoni më vetes prindër, nëse do të dilni kundër këtij projekt ligji për të kthyer në ligj. Kështu që po e kaloj me kaq këtë pjesë, zoti kryetar dhe ju kolegët mazhorancës, duke ju falënderuar dhe përsëri me besimin që këtë projekt ligj ta diskutojmë bashkërisht për ta kthyer në ligj. Faleminderit. Atëherë ka njëri tjetër që do fjalën, po zonja Haxhiu. Fjala për ju. Përshëndetje. Të nderuar kolegë, qytetarët janë realisht të shqetësuar për lajmin se do të nis trajtimi hormonal, sepse gjenden në situatën që në spitale nuk ka ilaçe, vuajnë të smurët me kancer. Pra kemi një dështim total të shëndetësisë falas, e cila u propagandua me të madhe, por në fakt qytetarët shqiptar paguajnë mbi 60% të shërbimeve mjekësore nga xhepi i tyre, dhe këta janë qytetarë shumë të varfër që e kanë të pamundur të marrin shërbim mjekësor. E vërteta është që qytetarët sot nuk po dinë më se për çfarë të ankohen më parë. Se vërtet kemi vendimin për trajtimin hormonal, po kemi gjithashtu edhe çështjen e faljes së territoreve. I kemi parë shumë mirë se si janë ngritur gjithë qytetarët në protestë, por nuk protestojnë vetëm për Zvërnecin, për Pishporo apo Akërni. Protestojnë për shumë gjëra së bashku. Protestojnë për varfrinë, për mungesën e shëndetësisë, për dështimin e arsimit, për shpopullimin e madh që ka kapluar Shqipërinë, për përpjekjen tuaj që ishullin e Sazanit ta kaloni nga Ministria e Mbrojtjes në Ministritë e Ekonomisë për ta privatizuar pastaj, për jetëzimin e pallatit të kongreseve që më pas të ndërtohen atje kulla, për shitjen e historisë, për mosmbrojtjen e vlerave tona kombëtare. Pra janë një sër çështjes që sot qytetarët gjithë i kanë ngritur në protestë. Ajo çfarë na takon ne si përfaqësues të qytetarëve tanë është që t'i thrasim ndërgjegjes son dhe gjithashtu edhe të qenit qytetar, po të qenit prind, që ky është një risk real për të ardhmen e fëmijëve tanë. Fëmijët, për shembull fëmia im është përpara fazës adoleshencës, po besoj që edhe ju i keni fëmijët në një moshë kritike ku propaganda që mund të përdoret nga media në shkolla dhe gjithandej mund të vërë në dyshim pastaj edhe identitetin e tyre. Prandaj kjo është një gjë shumë kritike, realisht shumë serioze për të marrë në konsiderat që duhet na alarmoj gjithë për te bindjeve tona politike. Jemi në një moment historik ku ne nuk duhet të plotësojmë agenda sorosiane apo agenda të shpopullimit të Shqipërisë, por duhet të hedhim themelet e historisë, të ruajmë themelet e historisë të kombit ton, por edhe të ardhmes së fëmijëve tanë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta marrim në shqyrtim projekt ligjin e ardhur, por edhe të votojmë pro ti në parlament. Pra për te bindjeve partijake, politike tona, të bëjmë një gjë të mirë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Faleminderit. Tjetër? Po, zoti Biroli, fjala për ju. Po, faleminderit kryetar. Pa desh të përsëris kolegët për ato që thanë, desha të di vetëm a kemi një datë të afërt për sjelljen për diskutim të këtij projekt ligji, pasi kolegu jon u njoftua që sot do ishte këtu në komision për paraqitur projekt ligjin e përgatitur dhe data 11 do ishte data që do diskutohej në seancë. Që desha di, kemi në datë afërt nga kryesia e komisionit? Faleminderit. Zoti Piroli, spari ky është një vendimi konferencës kryetarëve dhe konferenca përcakton edhe kohën e shqyrtimit në seancë, mbi bazën e cilit pastaj komisioni vihet në lëvizje për ta shqyrtuar nivel komisioni. Ishte përcaktuar data 11, ndërkohë që nuk realizohet në datën 11, duhet prit konferenca për kalendarin 3 javor, 3 javshin tjetër,
me qëllim që të përcaktohet një datë e futjes në seancë dhe e diskutimit më pas në komision. Por nga burimet e mia do bëhet gjithçka për ta bllokuar këtë ligj, burimet e mia parlamentare, politike. Dhe është një vendim i tillë politik, i cili u ekzekutua njëkohësisht nga 4 komisionet. Asnjë komision gjatë kësaj jave nuk e shqyrton. E mund ta bënte, se ne jemi komision për dhënë mendimi. Dhe mos kalonte në seancë plenare, nuk e pengojmë ne, e pengon komisioni i ligjeve. Po gjëja më thjesht, të 4 komisionet janë në unison. Ne nuk na gjente asgjë që ta diskutonim, por nuk duan t'i hapin dritën e diskutimeve fare. Ky është zbërthimi i këtij akti. Është shumë i thjeshtë, unë e kam nga përvoja gjë. Dhe dali kusht ma kundërshtoi. Ne ishim dhe jemi komision për dhënie mendimi. Ne spengojmë gjë në këtë rast. Edhe sikur ta diskutojmë, mund mos shkonte në seancë plenare. Madje ka dhe procedurë, e thaluani. Mund të arrëzojnë që në nisje pretendojmë e heqim nga rendi ditës e mbashin në gatishmëri, siç kanë bërë për shumë projekt ligje të tjera. Por ajo që duhet bëjmë ne, që duhet reflektojmë thellë, sepse ndërkohë lindin edhe idet në momentin që debatohet me sinqeritet edhe me shumë shqetësim nga anëtarët e komisionit. Ne jemi komisioni i edukimit dhe ndaj fëmijëve tanë Shqipërisë është marrë një vendim absurd, pa transparencë, fare. Pa pyet askënd, pas një debat ligjor për të hapur procesin e terapisë hormonale. Pa mbështetur gjëkund, ku, në cilin ligj. Kjo është e pa imagjinueshme. Ka një lejim nga ligji për barazinë gjinore në frym. Nuk ka nene caktuara se do mbrojnë to, se gjoja e tjerë, por fryma ati ligji e bëri që të ekzekutosh ky akt. Dhe duke qenë parlamentar, si më do ta lejojmë në një procedurë, vinë më ato përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë këtu dhe t'japin sqarime. Unë do ta ngrej ke çështjet e tjera dhe do ta hedh për votim që ata dinë para këtij komisioni, është shumë i rëndësishëm. Ne jemi pjesa e edukimit ku fëmijët tan afektohen, që lidhet shumë me propagandën gjinore, por edhe me proceset që këta duan të instalojnë falas, se harrojnë ilaçet për smurët me kancer, për ilaçet e tjera që edhe ne për të afërmit toni kemi bleke farmacia afër spitalit, madje edhe ujin fiziologjik e kemi bler tek dera e spitalit, madje edhe gjërat e tjera, dhe kur vjen puna është falas. Ka në mënyrë abondante qeveria që të ndrojë gjininë e fëmijëve tan, ka para shumë gjeneroze, është e papërmbajtshme. Është e njëjta arsye që ka revoltuar sot protestuesit. Mungesa e transparencës për zvërnecin. Mos mendoni që njerëzit dalin aty se janë kundër investimeve, siç do kryeministri ta devijojë ligjëratën. Jo, më e duan zhvillimin ata, e duan zhvillimin e Shqipërisë. E duan në përputhje me natyrën, po kjo është kërkesë legjitime e tyre. E duan me transparencë. E duan që t'i paraqitet projekti, e duan t'i paraqiten investitorët, marrëveshjet, pronarët e tokave, aktet e shitjeve, detyrimo ligjore, ka kushtetuta, duhet njihet një njeri, jo thjesht që është banor apo jo. Prandaj janë në të drejtë dhe kësaj drejti i shtohen dhe këto drejta. Sepse nga 5 kërkesa janë bërë 10 kërkesa, mos i stigmatizoni, janë më shumë se 10 kërkesa, do lindin dhe kërkesa tjera, do shtohet edhe kjo pjesa e terapisë, jam i bindur. Por ama duhet ta dini shumë mirë që ata duhen përkrahur dhe duhen mbështetur, dhe duhet shkuar ke transparenca, dhe duhet shkuar ke dhënia e llogarisë, dhe duhet shkuar ke harmonia me natyrën. Se na dele na bën leksione kryeministri, merr Kamargën, merr Bahamas, i krahason, nuk ka të krahasuar fare. Edhe Kamarga është rasti më abuziv, sepse aty ka një pjesë për portjadësh. Po e disa hektarë është Kamarga, që ka park natyror, që turizmi është peizazh natyror, që vëzhgohen shpendët, vëzhgohen kuajt e bardhë, ka element tjerë të turizmit natyror. Nuk është turizëm plazhi atje, resort luksos, fare. Dhe tek e fundit, ku është projekti? Ato njerëzit që kanë dalë atje këtë duan. Harmoninë me natyrën, ruajtjen e identitetit natyror, por ruajtjen dhe identitetit njerëzor. Kanë dalë ato, edhe kundër arrogancës. Është e grumbulluar zonja Axhiu.
pik është mbushur, është derdhur dhe prandaj njerëzit janë derdhur atje në shesh. Sigurisht e mbështesim, po e mbështesim. Nuk e afektojnë politikisht. Është protesta atyre, është e shoqërisë, është e trive, është e njerëzve që duan familjen, duan vendin, duan natyrën, janë pro zhvillimit, pro investimeve janë, por jo të bëhen në këtë lloj forme. Dua unë e bëj, dua unë e ndryshoj, nuk më pëlqeu. Dua unë bëj këtë, dua unë i tall, dua unë i imitoj, dua unë i bëj terapi hormonale, dua unë ku jemi këtu ne? Ka institucione ky vend. Po i ka unë pastaj, ishte më bukur. Po i ku ky fatet e kombit, o zot, ndor kuj do i lëmë, është shqetësimi mas. Si do e bëjmë këtë do gjejmë, se vetëm ky na i zgjidh hallet e problemet e gjërat. Prandaj do bëj këtë kërkesë tek çështjet e tjera, por sigurisht mund ka përcej rendin e ditës, do ta respektojmë deri në fund. Nëse nuk ka kërkesë tjetër nga anëtarët e komisionit për të parashtruar mendimet e tyre, dalim tek pika e dytë, shqyrtim i përgjigjes ministrisë ndaj kërkesës që ka bërë komisioni ynë për çështjen e dhënies së provimit të licencës për mësuesit cilët janë punësuar pas janarit 2011. Faleminderit. Kush e do fjalën? Faleminderit kryetar. Unë e lexova me shumë vëmendje shkresën që na ka ardhur nga Ministria e Arsimit, ku jep përgjigje kërkesës komisionit ton, dhe mendoj që përgjigja e ministrisë është e plot dhe shtëruese, duke u nisur në dy drejtime. Së pari, shkresa paraqet të gjithë argumentat ligjor, duke filluar që nga ligji për profesionet e rregulluara dhe të gjitha aktet e tjera nënligjore, që nga vendimet e Këshillit Ministrave, udhëzimet, rregulloret përkatëse, ku jep një përgjigje vërtet shtëruese kësaj çështjeje. Dhe së dyti, në fund të shkresës, komisioni njihet me një çështje gjyqësore që është kërkuar në gjykatën administrative të Apelit Tiranë nga organizata për drejtësi sociale. Është një çështje e cila është trajtuar 2 herë, pra janë marrë 2 vendime në gjykatën e Apelit. Në mbledhjen e parë është refuzuar kërkesa për sigurim padije, që udhëzimi, pra të mos udhëzimi të pezullohet, pra të bllokohet deri në marrjen e vendimit përfundimtar, dhe mbledhja e dytë ka qenë pasaj shqyrtimi në themel i çështjes. Dhe në të dyja mbledhjet, gjykata administrative e Apelit i ka kthyer një përgjigje negative, pra nuk i ka dhënë të drejtë organizatës për drejtësi sociale dhe ka vendosur mos pranimin e kërkesë padis, pra duke i dhënë të drejtë Ministrisë së Arsimit dhe duke lënë në fuqi udhëzimin. Unë mendoj që edhe me argumentat ligjor të paraqitur nga Ministria dhe po ashtu me vendimin përfundimtar të gjykatës së Apelit, unë besoj që kjo çështje tashmë është e ezauruar dhe unë ju uroj shumë suksese të gjithë mësuesve që kanë detyrimin për të dhënë provimin e licencës. Ndërkohë, përveç këtyre 2 argumentave, pra e para përgjigja argumentuese bazuar në legjislacion e ministrisë, së dyti vendimet e gjykatës, kemi dhe së treti që ministria ka dalë vetë në datën 9 prill me një deklaratë zyrtare ku i ka paraqitur gjithashtu të gjitha argumentat dhe i ka dhënë përgjigje mësuesve që kanë patur shqetësim për këtë çështje, deklaratë e cila nuk është refuzuar, nuk është mohuar, edhe unë besoj që mësuesit tashmë e kanë marrë përgjigjen dhe janë bindur se cila është rruga për të zgjidhur këtë çështje. Faleminderit. Po, zoti Baçik, fjala për ju. Faleminderit kryetar. Zonja Kushi, unë që t'jemi sinqert me diskutimet që kam bërë, informacionin që kam marrë,
më duhet them që do të dakortohem me juve në një drejtim që këta mësues me patjetër, mendimin personal ky, duhet të jenë të futen në provimin e licencës. Është e padrejtë që ata kanë filluar punë pa bërë provimin e licencës. Unë kam një pyetje që ndoshta sjeni ju ata, por unë do të doja dhe ne të bënim një kërkesë Ministrisë së Arsimit për një dëgjesë për mënyrën se si ka funksionuar Ministria e Arsimit, drejtoritë rajonale në punësimin e këtyre mësuesve. Në kohën që këta mësues janë marrë në punë pa provimin e licencës, çfarë arsyesh kanë patur që janë marrë? A ekzistonte ligji në atë kohë që pa provimin e licencës këta mësues nuk duhet të punësoheshin? Kush mban përgjegjësi për punësimin e këtyre mësuesve? Si janë punësuar ta? Mbi çudhëzim, mbi ç'kritere, çfarë detyrimi ka pasur që duhet punësoheshin këta mësues? Dhe në bazë informacioneve që nga marrë në pjesën dërmuese të tyre, janë mësues partie, janë mësues të marrë të futur në punë për efekte politike. Dhe tani Ministria e Arsimit kërkon që të rivëjë në vend një shkelje të ligjit që ka bërë. Ka shkelur ligjin, ka bërë shumë emërime, dhe sot kërkon ta korrigjoj duke i thërritur me detyrim për provimin e licencës. Po në fund fare këta mësues kanë të drejtën tashmë të thonë që derisa ju na keni emëruar definitivisht me vendim definitiv si mësues, përse nuk na i kërkuat në atë kohë provimin e licencës, por kujtoheni pas 10 vitesh për të hedhur provimin e licencës që të qëndrojnë në sistemin arsimor? Pra unë mendoj që kjo nuk mund të kaloj kaq lehtë me një përgjigje të tillë nga ministria, me një justifikim të ministrisë se meqense një organizat apo shoqat i ka çuar në gjykatën administrative dhe gjykata administrative nuk ka pranuar pezullimin e këtij udhëzimi, të këtij vendimi, por me informacionin që vjen nga sekretaria, nuk e di të më konfirmoj zoti Boçi, kryetari i komisionit, çështja nuk është gjykuar në themel. Qofse është e sigurt na bini informacionin këtu të sigurt që është gjykuar në themel, gjithsesi unë e shtrova në një tjetër këndvështrim gjithë këtë problematikë dhe këtë shqetësim që është. E para, këta mësues sot janë në drejtën e tyre të refuzojnë dhe të protestojnë, patjetër, se nuk kanë ardhur me zor në sistemin arsimor, por është administrata, është Ministria e Arsimit, jeni juve dhe këtu ne kemi fatin të kemi 3 ish ministre në Komisionin e Edukimit, që patjetër njëra nga juve ka qenë, madje jo njëra, por që të treja keni qenë pjesë e kësaj vendimare dhe këtyre punësimeve që janë bërë këtyre mësuesve. Pra, janë emëruar në një periudhë kur ligji ekzistonte dhe i refuzonte, nuk i pranonte pa provimin e licencës, dhe unë nuk e kuptoj dot se si mundet që të jenë emëruar një numër i konsiderueshëm mësuesish, nuk kemi informacion mbi numrin e mësuesve, po duhet të jetë i konsiderueshëm që këta janë emëruar. Pra, unë do të doja, në fakt, dhe ju drejtohem si kolegë, kryetarit të komisionit, të kërkojmë informacion që nga periudha e vitit 2011 deri në 2022 ka vazhduar emërimi këtyre deri në 19. Informacioni që më vjen mua ka dhe deri në 2022. Edhe deri në 2022 ka vazhduar të emërohen me këto probleme. Atëherë ne të kërkojmë një informacion të plot, zoti kryetar, nga Ministria e Arsimit, numrin e mësuesve, emër mbi emër të çdo mësuesi
CV-n e tyre se si ka arritur që të emërohen në punë kur në një kohë, dhe sinqert kjo, paralelisht me këta mësues që janë emëruar në punë në atë periudhë pa provim në licencës, ka pasur mësues të tjerë që kanë qenë me kriteret të plotësuara, edhe me provim licence, dhe nuk janë marrë në punë. Dhe ky informacion që vjen është i dhimbshëm, se janë bërë punësime në fushata elektorale, janë bërë për efekte politike, janë bërë për të marrur vota, pra janë të gjitha punësime korruptive, se nuk ka mundësi që të bëhen gjithë këto emërime të një numër konsiderueshëm mësuesish, duke e ditur të ndërgjeshëm, se nuk besoj se nuk kanë pasur djeni organet kompetente, drejtoritë arsimore apo ministria apo kush bën emërimin, se ligji nuk i pranonte pa provim në licencës. Në një kohë që ka pasur me bollëk mësues për të futur në punë. Pra parë në këtë këndvështrim unë mendoj zotë kryetar që ne duhet përqendrohemi shumë më fort në këtë drejtim, për të marrë gjithë informacionin e dur dhe për të pasur një dëgjes me fatin ton të mirë që 3 ish-ministre janë pjesë e komisionit, duke qenë edhe ministre aktuale e arsimit dhe drejtorit përkatëse, për ta pasur informacionin dhe për të qenë të qartë edhe ne, por edhe mësuesit, edhe këta mësues të nderuar që sot janë në presionin e provimit licencës, që kanë kaluar shumë vite dhe nga ana psikologjike ata e kanë mësuar veten se janë mësues definitiv, janë punësuar në bazë të gjithë rregullave dhe vazhdojnë punën. Tani të kujtohet Ministria e Arsimit pas 10 vitesh dhe të thotë që ju do të paraqiteni përsëri për provimin e licencës, dhe i qoftë se nuk e mirëni, ju duhet të ikni nga puna, po jo, ju më mirë merrni një vendim dhe pushoni që të gjithë siç janë. Se janë marrë në mënyrë të palikshme dhe të dalin përgjegjësit e këtij vendimi, të këtij udhëzimi, të këtyre emërimeve gjatë gjithë kësaj kohe që janë emërime korruptive. S'ka emër tjetër do, nuk mund të vush emër tjetër këtyre emërimeve. U vetëm emërime korruptive. Janë bërë duke u marrë para, janë bërë duke u kërkuar votat, janë bërë duke bërë qoka, duke bërë ndere. Është një periudhë pothuaj 10 vjeçare që ka vazhduar. Dhe sot jemi në një situatë të tillë. Nuk mundet kaloj kaq lehtë kjo. Nuk mundet kaloj thjesht se u kujtua Ministria e Arsimit, do t'i fusin në provim të licencës, ata që e marrin mirë, ata që se marrin mirë, dhe aty do kemi një skualifikim patjetër, do kemi një selektim për ata që kanë mbajtur qëndrim të mirë gjatë fushatës të kaluar të vitit 2025, ata që kanë qenë aktiv në fushat, ata që kanë qenë aktiv në fushat, dhe më keq akoma ndonjë prej atyre që i ka vajtë majtë hundës nga qeverisja e Ramës dhe ka bërë fushat ndoshta apo e kanë parë ndonjë takim me opozitën që do skualifikohen. Pra, për mua ky është një problem shumë shqetësues, shumë serioz, që duhet parë në të gjitha këndvështrimet. Pra, duke parë edhe problemin e mësuesve që janë në të drejtën e tyre dhe duke nxjerrë përgjegjësitë për ata që janë përgjegjës për këto emërime të bëra gjatë një periudhe më shumë se 10 vjeçare. Faleminderit. Ja, po, vetëm një sqarim që ta ndërtojmë debatin mbi baza ligjore dhe argumenta faktik që qëndrojnë. Ministria e Arsimit në shkresën e saj, në përgjigjen e saj, e përcakton qartazi që nuk ka shqyrtim të çështjes në themel. Pse na e thoni këtu tani? Pse na thoni që është shqyrtuar çështja në themel? Çështja nuk është shqyrtuar në themel, sepse kjo është përgjigja e ministrisë dhe ministria qartazi e thotë që në kuadër ndryshimeve të udhëzimit etj është bërë ankimimi, ju bë me dije se në gjykatën administrative të Apelit në Tiranë u paraqit për gjykim çështje administrative datë me palë ndërgjyse për pezullimin
e vendimit, nuk është shqyrtim në themel i çështjes. Dhe nuk është pranuar pezullimi i udhëzimit. Jo, s'janë të dyja. Po s'janë të dyja. Po ti je interesuar, ndërsa unë nisem nga shkresa që dërgon ministria. Po, fjalia fundit thot, në përfundim procesi gjyqësor, jo, po procesi gjyqësor për pezullimin e vendimit. Për pezullimin. Pezullim, kërkesa, di kush ka qenë? Pezullim i menjëhershëm i zbatimit të udhëzimit numër 12 datë 24 i 2, 1 minut, 2025. Pra që ai mos ketë fuqi vepruese, pezullimin. Kjo quhet sigurim pa dije. Jo, po quhet sigurim pa dije thjesht në terma të tjerë. Sigurim pa dije mos ketë efekte udhëzimi. Këtë kanë kërkuar fillimisht dhe nuk është pranuar kjo gjë, por nuk është shqyrtuar çështja në themel. Tani nga ana gjyqësore dhe juridike janë dy procese të ndara, qartazi. Nuk është shqyrtuar çështja në themel. Vetëm është kërkuar pezullimi i veprimit të këtij vendimi dhe çështja pastaj është në themel. Për themelin pastaj ka vendim tjetër, gjykata nuk është mbledhur, por mësuesit kanë kërkuar që mos ketë efekte ky vendim, ky udhëzim. Shumë e thjeshtë. Tani mos përdorim dhe domethënë se s'dua të fus stafin specialistët jurist e ndajnë shumë mirë pezullimin e një shqyrtimi themel është kur ta shpjegoj unë. Po. Jo, objekti edhe një herë. Gerda, një minut. Kjo quhet sigurim pa dije. Kur merret një vendim, qoftë dhe bëhet ankimimi që ky mos ketë, sigurohet pezullohet deri në një moment dytë. Dhe kërkohet sepse do ndiqet një proces gjyqësor, siç është procesi gjyqësor i çështjes në themel. Pra, pezullohet sepse ne do vazhdojmë procedurat ligjore. Gjykata e Apelit nuk e ka pranuar, ka thënë që edhe një herë, këtë po sqaroj, që efektet të vijojnë, por çështja në themel të vijojë të shqyrtohet në gjykat. Këtë po themi. Po nuk e thotë, presupozon nëse është rregull se ka thënë. Edhe një herë, gjykata e bën këtë veprim në bazë të kërkesës për gjykim themel. Gjykimin themel nuk e bën gjykata, e bën pala e interesuar. Po pra, pala e interesuar e ka bërë, po se ka dërguar ministri, e kanë gjykat pala e interesuar. Drejtësi sociale e ka dërguar në themel shqyrtimin e çështjes. Kaq e thjeshtë është. Shumë e thjeshtë, dhe mos thoni është shqyrtuar në themel, se nuk është shqyrtuar në themel. Se nëse do ishte shqyrtuar në themel, këtu çështja bindet, s'do kishte diskutim fare juridik. Prandaj dhe ka diskutim juridik, po fjalën mund ta merrni, por mbi bazën e përgjigjes që ka dërguar ministria, jo kam informacion se unë di dhe presupozoj se. Po, faleminderit kryetar. Dhe unë doja që të thoja dy fjalë në lidhje me këtë çështje të renditës që ne po diskutojmë sot, në raport me përgjigjen e ministrisë, e cila në vlerësimin tim, po edhe tonit si majorancë, është një përgjigje shtëruese, sepse e para është përgjigje që bazohet në zbatimin e legjislacionit aktual për profesionet e rregulluara, i cili është futur në fuqi në 2011. Dhe ka rastet përjashtimore të mësuesve të cilët nuk duhet të kishin licencën për ata të cilët i ka gjetur në profesion hyrja në fuqi e ligjit, apo të cilët janë diplomuar përpara 2011-s, dhe për të tjerët të cilët do të punësoheshin më tutje. Tani, ajo që Ministria e Arsimit na ka shpjeguar është një fakt i thjeshtë, që për të kualifikuar mësuesit dhe për të vijuar shkallët e kualifikimit, do duhet që për ata mësues që nuk e disponojnë sot licencën, dhe pse doli kjo sot? Doli kjo sot sepse në 2017 për herë të parë është vendosur rregulli i punësimit përmes portalit Mësues për Shqipërinë. Dhe për herë të parë u vendos që mësuesit të rekrutoheshin fal një platforme e cila solli meritokraci, ulje të abuzivizmit, korrupsionit, të ndërhyrjeve politike në punësimin e mësuesve, ashtu si kurse dhe të kategorive të tjera, infermierët, mjekëve e të tjerë. Tani, futja në portal e
punësimit pra të rekrutimit, procesit të rekrutimit të mësuesve, ishte instrumenti i cili sot e kësaj dite ne na garanton transparencën në punësim të mësuesve. Ajo që është bërë me udhëzimet e ndryshuara, të cilat kanë vajtë dhe si objekt në gjykat, është që kualifikimet dhe kualifikimi për mësuesin specialist, që është kualifikimi pra i tretë, për herë të parë u bë digital dhe u vendos që të realizohej në mënyrë të digitalizuar pranë qendrës shërbime arsimore. Dhe u vendos që dhe dokumentacioni i mësuesve, pra aplikimi për të marrë kualifikimin, të ishte online, të ishte pra përmes portalit Albania. Në atë moment u konstatuan dhe këto pra diferenca në raport me mungesën e licencave të mësuesve, të cilët patjetër që Ministria e Arsimit e ka futur në një rrugë ligjore. Tani unë e kuptoj zotin Baçi, i cili do t'i futet dhe historikut. Patjetër që mund t'i futet dhe historikut Ministria e Arsimit, por ne jemi këtu dhe duhet që të jemi pikërisht të qartë për atë çfarë është realiteti dhe se si mund të zgjidhet kjo gjë që neve t'i japim mësuesve çfarë u takon, por mbi të gjitha t'i japim arsimit garancinë e zbatimit të ligjit dhe të gjitha proceseve që rrjedhin si rrjedhoj e zbatimit të tij, që lidhet me licencën dhe një mësues i cili ka kaq vite në punë dhe që i nënshtrohet kualifikimeve të njëpasnjëshme dhe ne e kemi ulur dhe periudhën e kualifikimeve, nuk besoj që ka ndonjë problem për të dhënë pra aprovimin e licencës dhe në këtë fazë, dhe këtë ka thënë Ministri i Arsimit, këtë ka thënë edhe Ministria në shkresën e saj, pra që mësuesit nuk cënohen në këtë pikë, por ftohet që t'japi licencën në mënyrë që pastaj zbatimi i udhëzimeve të kualifikimit të jetë sipas procedurave të saj. Dhe Ministria është tërësisht e hapur për të gjetur rrugën për vijimin e kualifikimit të mësuesve, por gjithmonë duke zbatuar ligjin. Dhe ligji thotë që duhet të disponosh licencën. Tani, nëse ne duam që t'i futemi si komision, por unë besoj që kjo është një përgjegjësi tërësisht e Ministrisë së Arsimit, tërësisht kompetencë tyre për të bërë verifikimin edhe nominal, që besoj që duhet ta kenë bërë, por edhe për të gjetur rrugën në mënyrë që mësuesit të mbështetet, në mënyrë që mësuesit mos cënohen në profesionin e tyre, në mënyrë që mësuesit të vijojnë kualifikimet e tyre, pra mos cënohen dhe në kualifikim, dhe Ministria e Arsimit ka gjithë vullnetin, unë jam e bindur, ka gjithë vullnetin që të gjej instrumentin pra e përkatës që gjithmonë lidhet me udhëzimet në raport me kualifikimet, që mësuesit të përfitojnë nga kualifikimet, qoftë të tretin, qoftë të dytin, qoftë të parë, në varësi të viteve të tyre, sepse ata mund të jenë mësues sipas viteve të ndryshme të kualifikimit. Pra, që mundet që të jenë pra pjesë e këtij sistemi kualifikimi për të përfituar gradën e kualifikimit, për të përfituar mbështetjen financiare, që ata përfitojnë edhe pas marrjes së kualifikimeve në të tre fazat e tij. Por, ajo që ne duhet na interesoj është përgjigjja e Ministrisë së Arsimit. Përgjigjja e Ministrisë së Arsimit është e plotë, është e rrusa, është përkon pra me zbatimin e legjislacionit aktual dhe jep edhe mundësinë pra që mësuesit të vijojnë pra të jenë në sistem, por duke zbatuar ato garanci ligjore që i parashikon ligji. Ne këtu kuptojmë pra si komision, si antar të komisionit, që Ministria e Arsimit jo vetëm që është në dieni, por që edhe është e gatshme pra që të hapi sistemin për dhënien e licencës në kohë. Në momentin që mësuesit janë dakord, mund të hapet edhe sistemi për te atyre afateve procedurale që vetë qendra e shërbimeve arsimore ka shumë rrugë që Ministria e Arsimit të gjejë gjithmonë hapësira për të garantuar që mësuesit pra të marrin licencën dhe pastaj dhe të përfitojnë nga shkallët e kualifikimeve që janë pjesë e po themi e gjithë edukimit në vazhdim të profesionistëve të arsimit. Dhe këtu jemi të qartë dhe nuk besoj që ka asnjë element që neve pra si komision
të mundet që të na vendosi në pozita vënie pikpyetje të vullnetit Ministrisë së Arsimit. Përkundrazi, Ministria e Arsimit e ka evidentuar dhe pikërisht fal sistemeve sikurse është portali, pikërisht fal sistemeve sikurse është tani kualifikimi online në kuptimin e provimit online, por edhe të dosjeve elektronike të mësuesve, që disa problematika të cilat kanë qenë në sistem janë praktikisht zbardhur dhe tash merret masa për korrigjimin e tyre. Është më mirë të korrigjosh, të japësh zgjidhje, të përmirësohesh, sesa të mbulosh dhe të mos jesh pra në gjendje që të arrish të identifikosh nëse ka një problematik apo nëse ka edhe një mos korrektësi në shkallë të ndryshme të sistemit përgjatë viteve, dhe këtu i referohem mbas 2011-s. Kështu që për ne si komision, dhe unë besoj që kjo ka rëndësi që Ministria është vendosur në dieni, Ministria e ka gjetur instrumentin që ta bëj, pra që ta garantoj që mësuesit futen në sistem, të marrin licencat, hapet sistemi, gjithashtu edhe për kualifikimet që mos i humbin shkallët e kualifikimeve, dhe nga ana tjetër edhe që është më e rëndësishme është shprehja e gjykatës. Gjykata e ka rrëzuar kërkesë padin për sigurimin e padin, sikur se thoni ju, apo për pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të udhëzimit, e ka rrëzuar dhe shfuqizimin e udhëzimit e ka rrëzuar, sepse këto janë të dy udhëzime, dhe këto i di shumë mirë, edhe, po ja një sekond të lutem, e ka rrëzuar shfuqizim, do të thotë që nuk e ka quajtur të arsyeshme që këto udhëzime të pezullohen, apo të ngrin, apo të shfuqizohen, për arsye të objektit të paraqitur në objekt padi. Pra, ka dy momente këtu që janë shumë të rëndësishme. E para është sqarimi i ministrisë, dhe këtu është, madje ne këtu si komision, duhet që të themi që po, Ministria ka bërë një punë të mirë, sepse ka evidentuar mangësi në sistem të cilat janë duke u korrigjuar, duke u përmirësuar, dhe kjo është detyra e sistemit, që të korrigjojë veten, të përmirësohet në vazhdim. Dhe nëse neve tani duhet, jo një sekond, duhet që të hyjmë historikut, patjetër, dhe këtë ja lëm detyrë ministrisë, ne mund të lëm detyra ministrisë, të hyjë historikut, të shikojmë si janë rekrutuar kurrë, patjetër, edhe kjo mund bëhet. Por ajo që na intereson ne si komision është si do zgjidhet. Se pastaj po hyjmë historisë, historia e dim si del gjithmonë, se prandaj u bë portali, prandaj u bën sistemet digjitale elektronike, dhe këtu sistemi të nxjerr ja kështu sikurse e themi neve. Pra që këtu tani ka diçka që duhet përmirësuar, ka diçka dhe këtu nuk po fshihemi paskisht, përkundrazi, këtu po tregojmë diçka hapur, dhe ai shqetësim që ju e ngritet e di Ministria përpara se ta dini juve këtu. Dhe Ministria pikërisht e ka bërë një punë qelizore në të gjithë dosjet e mësuesve. Patjetër që e di. Po e di Ministria, është në dieni, sepse Ministria i ka të gjitha në sistemin elektronik. Patjetër mos e kam qenë ministre e arsimit dhe kemi punuar që t'i japim mësuesve mbështetjen më të mirë profesionale dhe të edukimit në vazhdim përmes sistemit të kualifikimeve që u bë i ri, duke afruar kohën e kualifikimit, duke i futur për herë të parë mësuesit në zhvillimin profesional të mësuesve, që e bëjmë sot e kësaj dite në universitete, u rikthyen mësuesit në universitete sërish për edukimin në vazhdim të tyre, shumë e rëndësishëm edhe për çështjen e kurrikulës dhe për çështjen e metodave bashkëkohore të mësimdhënies, e shumë të tjera, po nuk po zgjatem këtu më shumë, po çfarë është e rëndësishme është çfarë bën kur ti konstaton. Dhe çfarë bën kur ti do të zhvillosh dhe ta çosh përpara sistemin. Dhe çfarë bën që ti të përdorësh instrumentat e teknologjisë dhe inovacionit në mënyrë që ti të ndihmosh dhe të mbështesësh ata të cilët i ke asetin tonë më të çmuar që janë mësuesit. Dhe këto janë duke bërë Ministria e Arsimit dhe sot. Këtej po zhvillojmë profesionalisht përmes gjithë kurrikulës së trajnimeve në universitete, janë duke bërë një sistem të kualifikimit të mësuesve, i cili është kualifikimi i mësuesve, patjetër, kualifikimi i mësuesve është më i rëndësishmi. Dhe pikërisht fal kualifikimit të mësuesve që sot po bëhet edhe përmes qendrës shërbimore arsimore, që bëhet për kategorinë e mësuesve specialistë në qendrën shërbimore arsimore, pra bëhet online. Njësoj siç bëhet i licenca, bëhet dhe kjo, mësuesit futen aty
bëjnë në sistemin elektronik sikur se bëhet një provim dhe ti e shikon se cila është nevoja e mësuesve dhe për t'i trajnuar, sepse këto të gjitha i shërbejnë asaj që po unë e kuptoj që ju nuk jeni të interesuar të dini se çfarë po ndodh me arsimin në të vërtetë. Nuk jeni të interesuar të dini se çfarë po ndodh mësuesit në të vërtetë. Nuk jeni të interesuar të dini fare se çfarë po ndodh me sistemin arsimor për t'i mbështetur mësuesit. Ju thjesht e përdorni për retorikën e ditës politike që nuk është në një gjë që është çudi për ne, sepse ju retorik keni bërë dhe vijoni të bëni. Keni mikrofonin patjetër dhe këto nuk ju ndalon dot njëri për të vijuar me retorik, për të vijuar me debate artificiale, po këtu është tërësisht një çështje e cila ka të bëjë me cilësinë e arsim, me cilësinë e mësimdhënies. Dhe ne këtu duhet të lëmë Ministrinë e Arsimit që të punoj për të rritur cilësinë e mësimdhënies dhe për të mbështetur këta mësues që patjetër duhen mbështetur për fazat e kualifikimit tyre duke zbatuar ligjin. Dhe për këtë arsye Ministria e Arsimit është në dieni, gjykata është shprehur, këtu të gjitha palët janë të qarta mbi zbatimin e ligjit, po të lutem unë zoti Baçi. E para unë nuk di të flas fare në mënyrë patetike sepse unë flas me fakte. Të lutem shumë se nuk po i hym tani, se nuk po i hym nga 2011 a 2013 se çfarë është bërë. Po 2011, 2012, 2013, po pra ato që për këto vite i flasim. Kështu që nuk do ju dalin mirë kjo llogarit, se nuk ju kanë dalë në njëherë mirë llogarit. Po i bëni pra doni ti futeni historikut, futuni dhe historikut, por nuk do ju dalin mirë sikurse nuk ju ka dalë asnjë. Megjithatë, ja pra për këtë arsye që doni historikun. Megjithatë, ajo që është e rëndësishme për ne si komision është që neve të gjejmë zgjidhje. Kjo është e rëndësishme për ne. Cila është zgjidhja që po jep Ministria e Arsimit? Cila është patjetër dhe përgjegjësit? Cila është zgjidhja që po jep Ministria e Arsimit? Si po i mbështet mësuesit? Si do t'i mbështesi këta mësues? Dhe se si këta mësues mos e humbin fazën e kualifikimit të tyre, duke dhënë licencën dhe duke kaluar dhe shkallët e kualifikimit sipas udhëzimit apo edhe ndryshimeve që mund të kërkohen në udhëzim, sepse jam e bindur që Ministria e Arsimit është e hapur edhe për t'i ofruar mësuesve shkallët e kualifikimit sipas atij sistemi që mundet që edhe të krijojë për këtë kategori. Pra këtu ka shumë mundësi që Ministria t'i japi një zgjidhje edhe në kohë, edhe një zgjidhje e cila të jetë mbështetëse për mësuesit. Por ligji patjetër që do zbatohet dhe në këtë pikë neve këtu si komision nuk duhet që të çedojmë. Pra zbatimin e ligjit dhe pastaj dhe përgjegjën e zgjidhjeve nga Ministria e Arsimit që neve na i ka thënë dhe që praktikisht ekziston. Faleminderit. Ne sapo e atakuam dashurinë tuaj për ligjin, se ligji fillon që nga mënyra si funksionon komisioni, si funksionon parlamenti, dhe besoj që jeni shumë qartë që në fillim se si e bëni ligjin ju. Dhe çështja tjetër, duhet flasim me saksi, se keni qenë dhe ish ministre. Portali është hapur në 2014, jo në 2017. Dhe sa për dieni, që me qenë se bët gjithë të parashtrim, jo retorik, më thonjza, na kurseni dhe ironin pagën. Se pasaj më akuzoni që përdor shumë ironin. Se ju na detyroni shumë që, do më thënë, kur një ish ministre nuk di kur është hap portali, është qike rëndë. Po, edhe unë këtë po them. Dhe e di pse e shmange, e shmange me qëllim, sepse ju vuri para pozitës zoti Baçi, që tha, si keni bë emrimet ju kur ligji pas ka qenë, lutem nuk të ndërhyra fare, nuk të ndërhyra dhe biles ndalova dhe tjerët që të ndërhyshin. Kështu që mos ndërhy. Tani me zë dhe me figurë jam dhe unë, se nuk është se kam hequr zërin dhe figurën. Dhe nuk po gënje dhe po them të vërtetën. E shmangët me qëllim këtë 2014 për të mos dëshmuar që nga 2014 deri 2022 ju keni bë emrime anti-ligjore, sepse e pranoni vetë. Po e pranoni vetë, po si, e pranoni. Mirë, dakord, a ka mundësi mos ndërpresësh, se nuk të ndërpreva fare? Pra që t'jemi të sakt. Dhe që t'jemi prapë sakt, se nuk është kjo fjala ime, dhe unë kam parashtrimin dhe mia. Dhe njëherë, referojuni vendimi gjyqësor siç lexohet dhe mos manipuloni vendimin gjyqësor. Është shumë i qartë. Ministria thotë, në përfundim të procesit gjyqësor, gjykata administrative e apelit ka vendosur mos pranimin e kërkesë padis. Jo,
Po jo, mos pranimi është term juridik, nuk është rrezim, nuk po edhe njerëz duat dhe në pozitë stafin për interpretim juridik, por kam përshtypjen që duhet ta kishit pas të përvojë juridike, duke qenë edhe jo një sqarim, po ta mbaroj unë, doni gjithë sqarim ju. Mund kërkosh fjalën dhe unë jam i detyruar ta jap. Dhe unë po kërkoj këtë gjë. E bardh apo e zeza është mbi të bardh këtu, e shkruar. Nuk e kam shkruar unë, e ka shkruar ministria juaj. Dhe juridikisht është në rregull në terminologji të një vendimi gjyqësor. Dhe unë po kërkoj që mos manipulohet në raport me vendimin, nuk është rrëzuar, nuk është pranuar, është tjetër gjë, rrëzuar është krejt tjetër gjë. Për këto dy sqarime, pastaj kush e do fjalën, zoti Baçi e kërkoi, po e kërkoi më përpara, jo s'mund. Po s'është në vijim, zoti Baçi ka fjalën. Dhe unë kam në vijim të zonjës Manastirliu se na mbajti një fjalim shumë të gjatë kur jo mirë bëre. E thash pozitivisht shumë të gjatë, pozitivisht nga ana pozitive. Po një fjalim shumë të gjatë dhe duke argumentuar, madje duke na sjell si arritje, na sollët si arritje që ne kemi kapur gabimet, shkeljet ligjore që kemi bërë vetë dhe do zbatojmë ligjin. Pra, patjetër, zonja Manastirliu, kjo është e zezë mbi të bardhë, vetë thatë dhe me të drejtë që ne po korgjojmë, ne po rregullojmë, ne po zbatojmë ligjin. Problemi është përse e keni shkelur ligjin, dhe kjo është një shkelje e ndërgjegjshme e ligjit. Dhe aq më tepër kur madje vetë e thatë përsëri që portali bëri atë që të zbulonte këtë shkelje tuajën. Dhe portali ka filluar në 2014, atë që u tha zoti Boçi, kryetari. Portali në 2014 ka filluar. Dhe nga 2014 deri në 2022 ju keni bërë emërime të palikshme. Dhe emërimet tuaja kanë qenë të gjitha emërime me ndërhyrje politike, emërime duke marrë para, emërime duke bërë nga shkelje nga më të ndryshme të ligjit. Dhe jo pa qëllim unë thash të hyjm atë historikut që ju thoni që na del keq, unë s'bëj llogarit askujt të dali keq për këtë doj dhe si të doj. Po më patjetër të marrim të gjithë mësuesit e punësuar gjatë kësaj periudhe që ka ekzistuar ligji për patjen e licencës për punësim dhe këta janë marrë pa licencë. Arsyen përse janë marrë, kush janë këta mësues, që sot ju të detyruar, ju kërkoni të rivën në vend atë mangësi që kanë pasur në kryet herës. Dhe në këtë drejtim unë jap të drejtë mësuesve, se nuk kanë asnjë faj mësuesit, nuk kanë asnjë lloj shkelje mësuesit, kanë paraqitur një dokumentacion dhe ju i keni pranuar dhe kanë një vendim definitiv, janë të emëruar definitivisht. Këta nuk duhet pengohen tashmë dhe janë të barabartë me gjithë mësuesit e tjerë që janë me vendim definitiv, janë të barabartë për të njohë ligji të gjitha të drejtat e tyre që kanë për kualifikimet. Se këtu keni ngecur tani juve, që portali nuk ju pranon që këta që janë pa licencë të futen për kualifikimet të tjera. Pra këta janë drejtën e tyre. Se keni bërë ju një gabimin ta paguani juve, drejtuesit e ministrisë, drejtuesit e drejtorive rajonale, ata që kanë bërë punësimet. Pra këtë jam duke thënë, këtë janë duke kërkuar dhe mësuesit. Mësuesit nuk thonë që ne nuk jemi dakord me ligjin. Jo, në bazë ligjit janë emëruar mësuesit. A janë emëruar në bazë ligjit ta mësues? Sipas jush. Jo, nuk keni zbatuar ligjin. Pra ju keni shkel ligjin dhe patjetër që duhet gjetur përgjegjësit këtu. Përse shkel ligji? Madje për mua kjo ndoshta ka hapësirë për ta çuar në prokurori. Kjo ka hapësirë për ta çuar në prokurori, për të bërë kallëzim penal për drejtuesit e institucioneve, për emërimet e palishme që janë bërë në një periudhë
po thuaj 10 vjeçare, të 10 qindra mësuesve pa licencë. Po, është shkelur ligji në mënyrë të ndërgjegjshme dhe po e përsëris, është shkelur në prag fushatash elektorale për vota, është shkelur gjatë kohës në vazhdimsi për emërime nepotike, për ndërhyrje nga më të ndryshmet, për patronazhistët tuaj, pra po vërtetohet katërcipërisht një pushtet i bërë njësh me shtetin, një parti e bërë njësh me pushtetin, që ka vazhduar me vite tëra dhe vazhdon, dhe pa pikën e turpit madje, nuk e keni problem fare që të thoni ne do nxjerrim një udhëzim, bëjmë një vendim, një udhëzim, do vini të jepni prodhimin e licencës, që pra të vazhdoni, pra ju i keni në dorë të gjitha gjërat t'i bëni dhe t'i shbëni sa herë të doni. Po jo, pra ne jemi një shtet ligjor, dhe shteti zbaton ligjet. Zbaton ligjet shteti, nuk merret me udhëzime dhe vendime tërkohën duke shkelur ligjet. Do me thënë, kur keni nevojë, juve mund të shkelni ligjin, se pastaj më mbrapa e rregulloj me një udhëzim. Pra, ky është problemi që ne ngrem këtu. Dhe nuk është kjo arritja, zonja Manes Liu, që ju thoni atje që ne si komision të japim hapësirë Ministrisë Arsimit që të zgjidh problemin e mësuesit. Nuk kanë problem mësuesit. Problemi është i juaj. Problemi është i qeverisë, i ministrisë, i drejtorive rajonale të arsimit. Atyre që janë marrë me zbatimin e ligjit. Mësuesit nuk kanë asnjë problem për mendimin tim dhe kanë shumë të drejtë kur vjen në gjykat dhe kanë shumë të drejtë që nuk bien dakord dhe nuk bëj thirrje të ngrihen të gjithë në këmbë, të gjithë mësuesit dhe mos ta pranojnë këtë vendim tuaj, të udhëzim tuaj që ata të futen në provim të licencës pas 10 vitesh kur ju i keni emëruar dhe i keni quajtur të rregullt. Absolutisht. Gjeni ju zgjidhjen. Jo ta ngarkoni çdo gjë të mësuesit. Pra, ky është një problem shumë i madh që nuk duhet anashkaluar dhe për mua është shumë serioz si problem që duhet parë në themel. Patjetër të hyjmë historikut dhe patjetër të shikohet zbatimi i ligjit edhe nga organet kompetente. Faleminderit. Po, zonja Kushi. Po, faleminderit kryetar. Me qënë se u akuzuam për manipulim informacionin, në fakt unë bëra një deklaratë që në fillim dhe thash që çështja është shqyrtuar edhe kërkesëpadia dhe çështja në themel. Dhe këtë e kisha të bazuar në informacione zyrtare. Me qënë se ju nuk besoni, unë tashmë i kam të printuara të dyja vendimet, po si s'ka rëndësi, kjo është thelbi. A mund të mos më ndërprisni kryetar, ju lutem? Pra, unë këtu kam të dyja vendimet e gjykatave. E para është vendimi datës 19 mars që ka rrëzuar kërkesë padin, pra kërkesën për sigurimin e padis, pra për të pezulluar udhëzimin deri në shqyrtimin në themel të çështjes, dhe së dyti kam vendimin përfundimtar të gjykatës të datës 27/4/2026, mund t'ja u vë dhe në dispozicion, i cili e ka shqyrtuar çështjen dhe ka marrë një vendim përfundimtar, që e keni këtu në fund të firmosur madje dhe nga trupa gjykuese. Kështu që çështja ka marrë zgjidhje përfundimtare. Vendimi i gjykatës është vendim përfundimtar dhe unë mendoj që çështja tashmë është e ezauruar. Jo, çështja nuk është e ezauruar se ka shkallë gjyqësori, kështu që përgjigjja e ministrisë është më saktë se parashtrimi juaj, sepse i referohet gjykatës apelit këtu, jo shkallës parë, kështu që jemi shumë të qartë që çështja vazhdon dhe është në shqyrtim e sipër. Dhe është e mbyllur se doni ju, mendoni ju se mund t'i mbyllni gjitha çështjet. Edhe një herë vazhdon në apel dhe një herë tjetër. Këtu është hapet. Çështja është hapur, jo po është hapur, e kanë çuar, po të heq lejen time, unë t'jap leje ty? Po pra. Dhe këtu deputetët kanë përpara përgjigjen e ministrisë. Ky është dokumenti zyrtar që ne i referohemi dhe i referohet vendimit gjykatës apelit për pezullimin. Pra, çështja duhet kalojë në apel, nuk i referohet shkallës parë. Dhe çdo referencë ndaj shkallës parë nuk është vendim sepse ka zhvillime në shkallët e tjera madje deri në gjykatë kushtetuese, sepse mund të çohet edhe në gjykatë kushtetuese. Sepse është shkelur parimi i barazisë në këtë rast, është shkelur neni 18 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Dhe është shumë e qartë që është shkelur. Se ka mësues që janë përcaktuar si para 2011-ës dhe pas 2011-ës. Sepse një që është diplomuar në 2010 nuk është i barabartë me një që është diplomuar në 2012. Dhe këtu ju vendosni diskriminim midis mësuesve. Do të çohet dhe në gjykatë kushtetuese nga ata që e kanë nisur, se nuk e kemi marrë përsipër në çështjen. Ne po,
me iniciativën tonë do e çojmë në organet kompetente, në SPAK do e çojmë çështjen për shkelje ligjore shumë vjeçare për korrupsion elektoral, për përfitim elektoral. Çështjen pastaj ta ndjek prokuroria speciale. Unë sapo i shkruajta dhe juristëve tanë, përgatisim padin, materiale do e bëjmë dispozicion, se ju e pranoni vetë edhe në përgjigje e ministrisë, që ligji ka ekzistuar, që në 2011 ka qenë i njësuar me ligjin për arsimin e lartë, ka dalë dhe portalin 2014, nuk është zbatuar deri me shkresë e pranonin 19-ën këtu, se shkresa janë dokumenta këto, e pranoni vetë që nuk e keni zbatuar. Në realitet është deri në 2022. Mjaftojnë këto shkresa, i bashkangjisim dhe çështja vazhdon atje. Ne të vazhdojmë me drejtën e mësuesve, këtu nuk na ka sjellë retorika, s'po bëjmë retorikë fare politike, nuk përfitojmë gjë politikisht, mbrojmë thjesht të drejtën e mësuesve. 1500 të paktën me sa llogaritet, sepse nuk kemi një numër të saktë nga Ministria e Arsimit, e cila unë besoj se për korreksim mund ta kishte sjellë këtu, ndoshta mund të mbrohet që ju se keni bërë pyetje, por duhet na kishte sjell një numër të saktë të mësuesve që preken nga ky udhëzim. Nuk e kemi këtë gjë, por do e kërkojmë në vazhdimsi. Dhe fjalën, kush e do fjalën? Po, faleminderit kryetar. Pak më parë ju thatë që është zhvilluar vetëm një çështje në gjykatë mbi kërkesën për sigurimin e padisë. Dhe unë e kërkova dhe njerë fjalën për t'ju vënë në dispozicion dokumenta zyrtar që nuk është realizuar vetëm një mbledhje, pra jo vetëm një çështje për sigurimin e padisë, por është shqyrtuar çështja në themel. Dhe këtu kemi vendimin përfundimtar, i cili në fund thotë: mospranimi i padisë së paraqitur nga pala paditëse, dhe më pas thotë kundër këtij vendimi. Pra çështja, kryetar, ju lutem, mund ta mbaroj fjalën? Po. Pra, pasi është mbledhur gjykata për ta shqyrtuar në themel, nuk e ka pranuar padin, e ka pushuar çështjen dhe në pikën 3 thotë: kundër këtij vendimi lejohet rekursi i veçantë në kolegjin administrativ të gjykatës së lartë brenda 5 ditëve nga e nesërmja e komunikimit. Dhe brenda 5 ditëve nuk është paraqitur asnjë rekurs. Pra, çështja, po e dim ne, ju interesoni ta merrni, tash ne kemi marrë informacione. Po mirë, pra mirë. Ne e kemi, informacionet janë publike, shkresat janë publike, vendimet janë publike, tani juve nuk ju pëlqen kjo që themi ne dhe e mohoni, po këto janë dokumenta zyrtare, janë dokumenta publike. Tani, çfarë do thoni kur të merrni vesh që kur ta merrni dokumentin në dorë? Çfarë do thoni? Po pra gjykata është mbledhur, ja pritse se ka mbaruar. Gjykata është mbledhur 2 herë. Një herë kur është bërë kërkesë për sigurimin e padisë dhe e ka rrëzuar, dhe është mbledhur dhe një herë tjetër për ta shqyrtuar çështjen në themel, dhe përsëri dhe në këtë rast nuk i ka dhënë të drejtë palës paditëse, i ka dhënë të drejtë Ministrisë Arsimit, i ka lënë afat 5 ditë kohë që nëse janë kundër këtij vendimi të paraqitet rekurs. Brenda 5 ditëve askush nuk ka bërë rekurs dhe çështja quhet e ezauruar, e mbyllur. Faleminderit. Tani, çështja për rekurs aty është për mospranimin e pezullimit, sepse e dëgjova me shumë vëmendje dhe jam shumë i qartë. Dhe përderisa thohet që mund shkoj në kolegjin e gjykatës lartë, do thotë që është pezullimi nga apeli i mospranimit. Në këtë rast mospranimi dhe mund shkoj në gjykatë lartë. Nuk do merren më me pezullimin e vendimit, do merren me çështjen themel. Do merren me çështjen themel, po merren ata me çështjen themel. A e kuptoni këtë gjë? Se shkallët jo nuk e ka mbaruar, është çështja pezullimit, jo e trajtimit të çështjes në themel. Trajtimi i çështjes në themel është kur hyhet brenda çështjes. Juridikisht, jo në pezullim të përkohshëm të një vendimi apo urdhëri. Dhe ju thoni çfarë doni, hidhuni nga njëra dekë tjetra, sepse është shumë e qartë edhe tek shkresa e ministrisë. Dhe thelbi i gjithë debatit nuk ka të bëjë fare me këtë se këtu mbështeteni ju në këtë argument, mbështetemi ne. Argumentat tona u parashtruan qartazi deri tani nga zoti Baçi, shohim dhe parashtrimet e tjera, sepse
Ne nuk po trajtojmë një çështje sa herë është mbledh gjykata, se është për të vënë duart në kokë, është mbledhur 2 herë gjykata, kur e thoni ju që keni qenë në ekzekutiv, është mbledhur 2 herë gjykata, me mend ai qytetari thjesht që kërkoni shkreti dyrve drejtësisë të gjejë të drejtën e tij për pronën apo për një çështje e tmerrshme. Kjo është tragjike, domethënë, edhe komike. Jo, mirë unë që jam me ju, mirë ju që nuk keni njohuri kaq thelbësore juridike. Po sepse, po duhet, jo, ka i gjë, po s'duhet, atëherë i shtrëmbroni me dashje. Pardon, këtu jeni më perfekt, këtu si u kalojmë dot, këtu jeni në stat shumë të lartë, edhe këtu te stat nuk ju a konkurrojmë dot. Po, zoti Baci, fjala për ju. Zonja Kushi, ju po i referoheni shkresës së gjykatës disa herë. Dhe atë e quani si një vendimarrje dhe një drejtje jepet ministrisë. Ajo më zonjë, përkundrazi, e rëndon ministrinë dhe gjithë vendimarrësit për arsye se vetë jeni duke e pranuar që po bëni një korrigjim të këtij gabimi dhe të këtij faj, po zbatoni ligjin tani se keni shkelur ligjin më parë. Pra, keni shiko, unë kur them është shkelur, një minutë. Unë kur them është shkelur ligji nga kushdo qoftë që ka qenë aty. Por emërimet më të mëdha janë në periudhën 2014-2022 dhe keni qenë ju në pushtet 2014-2022. Dhe ne nuk janë marrë me pa provim licence absolutisht në atë periudhë, keni ju në periudhën teja. Por në qoftë se janë marrë dhe në atë periudhë, absolutisht ne folëm publikisht tu dhe unë i kërkoj kryetarit komisionit, zotit Boçi, që mos të mbetet në kuadrin e fjalëve kallëzimi që ne do të bëjmë në prokurori për të nxjerrë përgjegjësit për këtë shkelje dhe shumë e thjeshtë kjo situatë. Mos i referohemi më vendimit të gjykatës, e lëm mënjana të vendimin e gjykatës, se nuk na hyn në punë fare se çfarë kanë bërë aty. Ju këtë udhëzim që keni nxjerrë për të rimarrë në provim të licencës gjithë mësuesit e emëruar, gjithë po. Po për kualifikim, po do hedhin provimin e licencës ata. Po mor. Jo, po ligji kur e kishte? E kishte që atëherë ligji. Po pse nuk e zbatuat ju? Pse nuk e zbatuat juve? Ju keni qenë në drejtim të ministrisë. Unë nuk kam qenë ministër. Ju që keni qenë ministër. Të mbaj përgjegjësi edhe ministri që ka qenë në atë periudhë. Absolutisht. Se në qoftë se dokumentacioni do të vej i gjithë në prokurori, do të thëriten të gjithë ata që kanë qenë drejtues. Pra shumë e thjeshtë situata. Ne nuk po ndajmë gjë fare. Ju duhet të pranoni që keni bërë emërime nepotike, emërime korruptive, emërime me përfitime. Kaq. Zoti Piroli. Po falënderit kryetar, të nderuar koleg, në kthim të përgjigjes së shkresës Ministrisë Arsimit, argumentimi i paraqitur nuk adreson në mënyrë të plot problematikën e ngritur dhe nuk garanton sipas meje trajtim të barabartë për gjithë punojësit arsimor. Ministria e pranon vetë se përpara hyrjes në fuqi të ligjit 10.171 datë 22/10/2009, një numër i konsiderueshëm mësuesish e ushtronin profesionin pa qenë subjekt i detyrimit për licencim apo provim shteti. Kjo kategori është përjashtuar nga detyrimet e reja në bazë të parimit të mosveprimit prapaveprues të ligjit dhe të ruajtjes së drejtave të fituara. Megjithatë, në praktik ndryshimet e nevojshme në aktet ligjore, nënligjore kanë krijuar një trajtim të diferencuar për kategori të tjera mësuesish, të cilët kanë ushtruar profesionin, kanë krijuar eksperiencë pune dhe kanë kontribuar për vite në sistemin arsimor, por vazhdojnë të përballen me kërkesa shtesë administrative për kualifikim dhe licencim. Argumentimi i ministrisë se provimi i shtetit është kusht i domosdoshëm për përfitimin e kategorive të kualifikimit nuk e merr në konsiderat fare faktin se përvoja profesionale, performanca në punë dhe vlerësimet periodike përbëjnë tregues real
të kompetencës profesionale, vendosja provimit si kriter absolut, pavarësisht viteve të eksperiencës dhe rezultateve në punë cënon parimin e meritokracisë. Ministria nuk jep një argumentim të mjaftueshëm mbi arsyen pse mësuesit që kanë kryer për vite me radhë detyrën e tyre në institucionet arsimore duhet të trajtohen ndryshe nga kolegët e tyre që janë përjashtuar nga ky detyrim. Kjo krijon pabarazi në trajtim dhe pasoja drejt për drejta në karrierën profesionale dhe në përfitimet financiare të tyre. Duke i referuar edhe kolegëve, referimi i Ministrisë ndaj vendimit të gjykatës administrative të apelit për mospranimin e padisë nuk përbën argument për zgjidhjen e kësaj çështje, si në planin politik dhe në atë administrativ. Mosveprimi procedurial i një padie nuk përjashton nevojën për rishikimin e politikave publike, kur këto krijojnë perceptim të padrejtësisë ose trajtim të pabarabartë. Gjithashtu vlerësoj se kriteret aktuale për licencimin dhe kualifikimin e mësuesve duhet të rishikohen në funksion të njohjes dhe eksperiencës së fituar në punë. Duhet të garantohet trajtimi barabartë për të gjithë kategoritë e mësuesve që kanë ushtruar profesionin për një periudhë të konsiderueshme kohe. Përvoja profesionale dhe rezultatet e punës duhet të konsiderohen kritere ekuivalente ose kompensuese ndaj detyrimit për provim shteti në raste të veçanta. Ministria e Arsimit duhet të ndërmarrë një analizë të plotë të ndikimit në këto dispozita që këto dispozita kanë mbi karrierën dhe të drejtat ekonomike të mësuesve. Meqenëse se kemi dy ish ministre këtu, kisha një pyetje, mbas edhe mund ta dinë se sa mësues kemi për licencë. Të nderuara zonja, kisha një pyetje për ju të dyja, nëse mund ta dini sa mësues kemi për licencë për këtë periudhë që nuk kanë marrë licencën dhe do afërsisht në shifër, dhe sa do të jetë koha që këta do ta marrin licencën, këta që janë pa licencë, nga sot në vazhdim, për sa kohë? Atëherë i bie që këta mësues duhet të pajisin me licenca për arsye të zgjedhjeve lokale që po afrojnë, për t'i majtë në tutel që votojnë përsëri Partinë Socialiste. Faleminderit. Faleminderit zoti Piroli. Në qoftë se nuk ka tjerë të jap dhe unë dy parashtrimet e mia në raport me këtë veprim apo vendim ministrisë, sepse nuk është në përputhje me synimin që me demek i ka vënë vetës gjoja ministria për të rritur cilësinë e mësimdhënies, por ka të bëjë thjesht me pengesën në kualifikim për marrjen e pagës që u takon këtyre mësuesve pas kaq vite përvojë. Zbatimi i këtij vendimi tani ka shumë kundërvënie dhe shumë absurde brenda tij dhe ka shumë alogjizma. Alogjizmi i parë, ju pranuat që ju nuk keni zbatuar ligjin për një periudhë gjatë deri në 2022 apo deri në 2019 do e gjej prokuroria këtë gjë, do e gjejmë ne. Dhe tani meqense pas këtë bë gabim ju, për gabimin duhet paguajnë mësuesit. Se kështu i bie, duhet paguajnë 100.000 lekë mësuesit, pra që trullojnë gabimin e ministrisë dhe të ministrave me radhë, duhet paguajnë nga xhepi i tyre ata për të marrë licencën, sepse na falni tha ministria, kemi gabuar, por do ju penalizojmë pak edhe pas 10 vitesh. Absurdi tjetër është që këta mësuesi kanë kaluar shkallën e kualifikimit. Shkallën e parë, shkallën e dytë kualifikimit, dhe janë kaq të përgatitur, kaq të mirë sa të mos i nënshtrohen një detyrimi siç është licenca, por presupozohet që ato e kanë të fituar me përvojën e tyre. Ku qëndron alogjizmi? Sikur këta mësues që kanë marrë kualifikimet të mos marrin dot licencën e mësuesit, çfarë bëhet në vlerësimin e njohurisë që ato kanë shpërndarë për gjatë gjithë këtyre viteve? A vlen njohuria e tyre? Vlen notat që kanë vënë ata? Vlen vlerësimet që kanë vënë ata?
Pra këto mësues nuk bokën, pas kanë hyrë gabimisht në sistemin arsimor dhe nuk kanë të drejtë më të japin vlerësime, por ama kanë dhënë vlerësime për gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe kjo nuk janë të lishme tash pasi në qofse se këtë se kuptoj unë. Pra kanë vendosur firmën ato në dëftesa, në ecurin, karriera, kanë ndërtuar karriera njerëzish. Atëherë ti kthejmë mbrapsht, i hedhim në kosh të gjithë kontributin e këtyre mësuesve. Kjo është nga ana logjike, pastaj nga ana ligjore, çështja është shumë e rëndë, meqense këtu përmend SPAK-u dhe vërtet çështja do shkojë SPAK dhe u impresionuam gjoja ne që ka pas emrime dhe para 2012-ës apo para 2013-ës, s'kemi asnjë lloj kompleksi, por për qartësi, për të qenë qartë, referenca për çështjen e licencës nuk duhet nisi nga, për t'ju ndihmuar dhe pak juve kur t'jeni atje, nuk duhet nisi nga 2011-a, nga janari i 2011-ës. E keni gabim edhe nga ana ligjore, sepse licenca është brenda diplomimit, procesit diplomimit. Nuk ka të bëjë me momentin e punësimit licenca. Licenca është tek diploma ime. Se këtu e kemi trajtuar, mësues që kanë përfunduar shkollën pedagogjike, institutet e larta, ne ja quajmë licencën. Ja quajmë sepse licenca lidhet me diplomimin. Si mundet domethënë ti ta lidhësh me punësimin. Unë kur vazhdoj degën e mësuesisë, e di shumë mirë që duhet kaloj studimin, duhet marr diplomën, duhet bëj praktikën, duhet marr licencën. Mësuesit para 2011-ës nuk e kishin licencën. E merrshin licencën brenda emërtimit diplomës. Dhe dhe është e blefshme. Dhe ju i referoni gabimisht 2011-ës, jo, është, po qëllimisht duhet i referoni 2012-ës, ligjit për arsimin para universitar. Dhe unë habitem se si mund të bëni këtë gabim në dëmin tuaj. Po nuk e bëni në dëmin tuaj, por doni të përfshini edhe atë pjesën tjetër të qeverisjes. Sepse në fakt barra e gabimit qëndron pikërisht tek ju që keni emëruar për gjatë 2014-2022, gjoja me portal, me regula, me rigjide, me koreksi, me objektivitet, mësues, ndërkohë që këto mësues pas kanë qenë të gjithë pa licencë. Dhe këto emrime janë bërë pikërisht nga ju. Ja pra nga ana ligjore nuk qëndron. Sepse përdorni dy standarde të ndryshme brenda një ligji të arsimit para universitar. Njëherë niseni nga diploma, që është më e sakta, rruga e diplomës është më e sakta, njëherë niseni nga data e punësimit dhe i referoni datës së punësimit. Dhe për më tepër, ky vendimi juaj shkel nenin 18 kushtetutës për barazin midis njerëzve të njëjtit profesion. Nuk mund të ketë mësues para 2011-ës dhe pas 2011-ës. Sepse një mësues që ka mbaruar para 2011-ës është i barabartë me një mësues që ka mbaruar në 2012. Dhe ju nuk mund t'i vendosni një kufi që ky është i detyruar të kalojë nëpërmjet licencës, kur licencën e ka të përfshirë në diplomim. E ka të saktë, merr diplomën mësues i ciklit ulët, është mësues, e ka marrë edhe licencën. Në rastin kur janë vendosur rregullat e tjera, atëherë po, të gjithë mësuesit pas 2012-ës duhet t'i nënshtroheshin provimit të licencës. Këtë debat e di shumë mirë, e kam nga përvoja, është bërë dhe pas 2012-ës t'jeni të bindur. Të gjithë ato mësues që janë emëruar në sistem arsimor, i janë nështruar provimit të licencës. Dhe më pas janë emëruar, jo me portal, janë emëruar sipas procedurave të parashikuara nga ligji. Si do gjendet zgjidhja? Se duhet një zgjidhje dhe ne jemi për një zgjidhje. Zgjidhja ka dy rrugë. Ose të bëhet një ndryshim ligjor, sepse ligji s'mund të ketë efekt prapa veprus, tashmë ato e kanë marrë licencën dhe s'mund të rikthehen mrapsh, s'ka është efekt prapa veprus nga do që ta interpretosh, dhe të ndryshohet vendimi. Kapja të periudhë të atyre mësuesve që janë në proces të kërkesës për fitimin e një vendi pune. Ndërkohë, këto 1500 mësues të çlirohen nga kjo barrë e madhe, e pa drejt, jo proporcionale, dhe që krijon diskriminim midis trupës arsimore dhe madje hedh dyshime për cilësinë e diplomave
të niveleve të ndryshme, se nuk e lidhin vetëm me arsimin lart, lëshuara nga institucione që kanë pasur brenda tyre pikërisht këto mësues, por që janë të kualifikuar. Sepse i kam bërë një pyetje drejtorit përkatës të Ministrisë së Arsimit, që tha kemi ngritur një trup që merret me hartimin e kurrikulave, të teksteve, dhe i kam thënë me kë mësues do i bëni, se mësuesit më shumë përvojë janë këta mësues, 20 vjeçar, 25 vjeçar, me shumë përvojë. Po ju këta do i fusi për licencë. Si mundet tash këta mësues që janë duke hartuar tekstet për gjeneratën që vinë, këta mësues të dalin të pa licencuar, mos marrin licencën, se sigurisht do filloni me trajtim politik. Kur është pusuar ky në 2011-ën? Hiqe këtë. Po ky se e keni me dhëna elektronike, tha ish ministra. Po me dhëna elektronike, ky në 2012-ën, ky në 2013-ën, këputi këta se këta PD-ja i ka futur në punë. Se tillë do jetë edhe mënyra se si do përzidhen dhe kjo është e turpshme. Prandaj ne të vazhdojmë me këtë çështje dhe të bëjmë një kërkesë, siç e parashtroi zoti Baçi, se doli nga vetë edhe pyetja që bëri zoti Piroli, ju s'keni dona, me drejt s'keni dona, këto dona duhet na i sjellë ministria, sa është numri i saktë i këtyre mësuesve, përkatësisht kur është bërë emërimi i tyre dhe si është bërë mënyra e punësimit, me portal, pa portal, dhe këtë dënë, më thënë, na e paraqisin këtu dhe të realizojnë një dëgjesë pas kësaj me përfaqësues të Ministrisë së Arsimit. Me shumë dëshirë do pranoshim dhe do kërkonim praninë e ministres, meqense ajo ka marrë përsipër t'japi dhe përgjigje në kuvend, në replikat apo kërkesat që kanë bërë deputetët e kuvendit, përkatësisht zonja Zhupa, dhe do ishte shumë mirë që ministra të ishte në këtë komisión. Duke qenë se jemi tek çështjet e tjera, atëherë këtë kërkesë të zotit Baçi a hedhim në votim? A jeni dakord? Që t'i kërkojmë informacion dhe të bëjmë një dëgjesë me Ministrinë e Arsimit. A jeni dakord? Kundër s'ka, abstenim s'ka, një minutë se s'ta kam dhënë fjalën, e kemi mbyllur, jemi tek votimi, procesi votimi. S'ke quorum njërsi voton pa quorum. Se ju e njëri rregulloren mirë edhe nuk mund të votoni pa quorum. Po, e di pse e votova zonja Kushi? Ja, ta them unë pse e votova. Sepse i dha urdhër gjithëve që të largohen, se unë paralajmërova një votim tjetër dhe ka një gjë. Pa përgjegjësinë tuaj për të qenë pranishëm në komision, ju e shisni si favor dhe kjo është, nuk e di domethënë. Se ne jemi këtu vetëm deputetët e opozitës që fillon mbledhja, mbaron dhe nuk largohen. Gjeko jo se bëhet korumi. Mos hajde, ik, po kjo është e turpshme kjo. Shife, domethënë. Shife, kjo është skandaloze, domethënë. Skandaloze. Po skandaloze më. Edhe një herë ta pranoj. Edhe një herë. Jo s'mund ta marrësh ta mbaroj unë. Ja ta mbaroj unë. Kludem, e para punës, edhe një herë, shumë e qartë ka një kërkesë, edhe një herë, ka mundësi, jo më fol me kolegët ti, ke kafja, jo këtu në komision, komisionin e drejtoj unë, nuk e drejton ti, komisionin do flasësh me kolegët, nuk po të ngjoj, kolegët e tu i përzure ti, ti respektoj etikën, ti përzen kolegen tënde nga sala mos bëhet korumi, edhe tani po fliske me kolegët tanë, edhe njërë tjetër, po, ja, ta mbaroj unë, zonja Kushi, nën kryetare e komisionit. Kërkesa mund bëhet dhe nga ne, unë e di shumë mirë, jam i ndërgjeshëm, mund ta bëj dhe unë, personalisht, në drejtën dhe statusin e deputetit, por unë po kërkoj dakordsinë e komisionit për një çështje që është në shqyrtim. Nuk po shkel fare as një pikë rregullores, se s'po marr një vendim të jashtëvullnetshëm. Nuk doni, e bëjmë ne kërkesën, është korumi, nuk është korumi. Kjo është shumë e qartë. Ne po bëjmë kërkesë për informacion, shumë e thjeshtë. Një kërkesë për informacion bëhet nga një deputet i vetëm,
që e kërkon dhe mund bëhet pjesë e debatit kur ai kërkon në komisionin përkatës dhe s'ka asnjë shkelje rregullore, asnjë veprim të jashtëligjshëm dhe asnjë përfitim të jashtëligjshëm. Dhe nëse ka çështje tjetër që ju s'doni, larguat edhe të tjerët, ne e bëjmë me firmat e 1/3. Për fatin e mirë ka ndryshuar dhe rregulloria dhe detyrimi për t'u paraqitur pranë komisionit për dëgjesa të atyre që e kërkon 1/3 e një komisioni është akoma më e fortë dhe më e papengueshme dhe ne do ta dëshmojmë dhe do ta vërtetojmë një gjë tillë. Po. Atëre, kryetar, ju tentuat që t'hidhni në vot një kërkesë për seancë dëgjimore. Po, hodhët në vot në kundërshtim me rregulloren një kërkesë për të zhvilluar një seancë dëgjimore. A ishte kështu apo jo? Pra për të zhvilluar një seancë dëgjimore. Ndërkohë, ja ta mbaroj. Ndërkohë, sipas nenit 32, mbledhjet e komisioneve. Mbledhjet e komisionit të përhershëm thirren nga kryetari. Ato mund të thirren dhe me kërkesën e jo më pak se 1/4 të anëtarëve të komisionit ose me kërkesën e kryetarit të kuvendit, duke përcaktuar në kërkesë edhe çështjet që do të diskutohen në mbledhje. Pra, kryetar, ne nuk mundet në çdo moment tani të thoni ju duam një seancë dëgjimore, ne duam të njihemi zyrtarisht me kërkesën tuaj dhe kjo kërkesë duhet jetë një kërkesë me shkrim, duhet jetë argumentuar, ne duhet të njihemi, duhet ta diskutojmë dhe në fund votojmë. Po jo papritur, ju e keni praktik të punës dhe unë ja u kam thënë në çdo mbledhje dhe këtë e kam patur gjithmonë. Por jo, unë e kam patur, zoti Baçi, ju lutem më dëgjoni pak se më kërkuat dhe ju vëmendje pak më parë. Unë e kam shtruar shumë herë këtë diskutim, që në qoftë se ju dëshironi të zhvillojmë seanca dëgjimore apo çdo lloj çështje tjetër, na vini në dieni paraprakisht. Ndërsa ju asnjëherë nuk preferoni, ju kapni një moment dhe thoni, hajde ta hedhim në votim dhe ne jemi të papërgatitur se çfarë vendimarrje duhet. Kjo kërkesë, pra nëse ju dëshironi të bëni kërkesë për seancë dëgjimore, kjo duhet jetë e shkruar, e argumentuar dhe jo papritur, pa kujtuar të çështje të tjera. Çështja të tjera nuk është për vendimarrje, kryetar. Çështja të tjera nuk është për vendimarrje, është për të diskutuar për çdo çështje, por jo vendimarrje. Nuk ngjeca fare, është e qartë. Pra, në kërkesë duhet të përcaktohen dhe çështjet që do të diskutohen në mbledhje. Pra duhet jenë të paraqitura dhe duhet jenë me shkrim. Dhe unë përpara se të ndërhyj e konsultova edhe me të gjithë këshilltarët dhe të gjithë më thonë, se unë sigurisht nuk jam eksperte juriste, po të gjithë këshilltarët më thonë që nëse opozita kërkon një seancë dëgjimore, kjo kërkesë duhet jetë me shkrim, duhet jetë e argumentuar dhe duhet sjell përpara, jo papritur, po të kap mbefasi dhe hajta hedhim ne në. Dakor? Pra kjo është. Dhe ju lutem që gjithmonë herë tjetër ne kemi dëshirën që të bashkëpunojmë, po nga ana juaj është e pamundur. Asnjëherë nuk na i paraprini çështjet që kërkoni. Dhe pastaj ankoheni që ne nuk i mirakojmë. Tani për shkeljen e rregullores nga ana ime. Thatë që duhet zbatosh rendin e ditës. Dhe harrove që pika 3 është çështje tjera dhe unë e inkludova ke çështje të tjera. Dhe çështja doli përgjatë kërkesave dhe parashtrimeve të anëtarëve të komisionit. Po. Dhe nuk është e papritur, është në logjikën e vazhdës së debatit që ne po organizojmë. Zoti Piroli ju bëri një pyetje të dyjave, si ish ministre, nuk është Zoja Nikola këtu, dhe tha, sa është numri i mësuesve? Ne nuk e dim, thatë ju, s'mund ta dim se nuk jemi dhe normal që ne na lind detyrimi në mënyrë automatike me dakordsi si komision që të hartojmë atë drejt shkrese që doni me shkrim se me shkrim. Edhe një herë, prit, ja një se kam mbaruar dhe për seancë dëgjimore. Po. Dhe kërkesa dhe informacioni që ne kërkojmë të shoqërohet me pranin e përfaqësuesve të ministrisë, sepse me rregullore ne sot nuk mund të shqyrtojmë një përgjigje në boshllëk. Edhe sot, qofse unë kam bërë një gabim, është sot që nuk ka përfaqësues ministrisë që të mbronin përgjigjen e tyre. Pra, në mënyrë natyrale, të lind detyrimi i ministrisë së arsimit për të qenë prezent. Kaq. Ky është gabimi im, jo ai që kërkova dëgjes. Jo, unë po kërkoj që kur të kthejmë përgjigje, të jenë prezent. Dhe ata të japin përgjigjet e tyre, sepse ne po i bëjmë gjyqin thonjza, se s'po bëjmë gjyq,
pa prezencën e tyre. A është e vërtet kjo? Ja pra, që unë bëj një mea culpa kaq vogël reale në raport me kurse ju ja fusni kodra pas bregut, pastaj për atë. Edhe unë nuk po shfryzoj situatën, sepse ka një gjë. Mbledhja ka nisur dhe duhet përfundoj. Për ndryshe, mbledhja ndërpritet kur ikën korumi. Dhe këtu bie. Unë vendime do i marr me pranin e antarëve të pranishëm. Nuk bie mbledhja. Mbledhja ka filluar. Ka filluar mbledhja. Është hapur. Po jo, unë duhet ta mbyll mbledhjen pa një vendimarrje, po si i bie? Po jo, si i bie? Po pra, është përgjegjësia atyre që ikin pastaj që largohen si që ka kjo punë. Ne nuk po marrim një vendim prapa krave. Vendim për informacion? Ç'është kjo? Unë ndryshe nuk do e kisha parashtruar. Po dhe seancë dëgjimore, mo shumë e thjeshtë. Edhe një herë, shumë e thjeshtë, mo. Po shumë e thjeshtë, mo kanë munguar. Edhe një herë, shumë e thjeshtë, kanë munguar ato sot. Kanë munguar ato sot. Dhe ne po kërkojmë që bashkë me informacionin vinë dhe ato i bashkova të dyja në një. Nuk thash, do marrim informacion, do e shqyrtojmë ne, pastaj do vinë ato. Jo më të vinë bashkë me informacionin dhe sot duhet ishim bashkë me informacionin. Kjo është, po me qënë se e doni të specifikuar që duhet jenë prezent, e shtova që duhet dhe dëgjes me ata në bazë të informacionit që do sjellin. Shumë e thjeshtë situata, se doni t'i komplikoni, se doni që të merrni vendime duke përzënë kolegët që mos marrin pjesë bëhet korumi. Kjo është e turpshme dhe krejt e turpshme, se s'është ai vendim u bubu kjo që domethënë do të vë edhe ty në pozitë vështirë se i dim trysnin politike, nuk duam të të vëm fare ty në trysni politike, absolutisht nuk është qëllimi ynë. Qëllimi është që t'japim një përgjigje ezauruese, shtëruese për mësuesit. Dhe këtë po kërkojmë. Dhe vendim që mund ta marrësh ti me ndërgjegjen tënde, po më vinë përfaqësues vi drejtori, ne kërkojmë ministrin, vjen drejtori. Tash i kërkojmë drejtorin, nuk vi ka as drejtori. Po nuk shkon kjo atë. Nuk është e pa tolerueshme. Dhe domethënë të ruajmë njerëzillikun. Janë ca gjëra që janë brenda ligjit dhe njerëzores, edhe logjikës. Janë ato ligjet e pashkruara që ndonjëherë janë më të forta se ligjet e shkruara, që edhe kuptohen, edhe në interes, ne interesin e kemi të përbashkët. Për gjëra kaq thjeshta ne duhet fusim patjetër elementin politik, se është një vendimmarrje vështirë, se po jo fare. Po e vazhdove kështu, do jesh akoma më në pozitë vështirë për gjëra dhe më të vogla, që s'kan lidhje fare, sepse vendoset që në fillim autoriteti. Kjo është gjë, unë mendoj që duhet vi një përfaqësues, si nën kryetare komisioni, unë mendoj që duhet vi përfaqësuesi im si kryetar komisioni. Kolegët e mi mund mos jenë dakord, por ama unë kam autoritetin moral me e thënë edhe e mbroj këtë lloj vendimi se e kam në shërbim të një çështje përtej meje, përtej politikës, s'është as politike fare kjo, po fare. Por ne kemi qef t'i veshim çdo lloj elementi edhe me mikrofonin, mundësisht i kemi ca me ngjyra blu dhe ca me ngjyra të kuqe. Jo, nuk është kështu. Mësuesit janë aty për të marrë një përgjigje. Dhe ne po kërkojmë mbi bazën e logjikës si veproj. E di unë edhe çështjen e quorumit. U hap mbledhja dhe duhet përfundoj. E di dhe çështjen e votimit. I di gjitha tash. Ti e ke përvojën, unë e kam përvojën. Nuk bëra asnjë gabim. Shumë i bindur për këtë gabim. As për t'ju hedhur mëse. Ka dhe vendime tjera, nuk vini ju në dëgjes dhe dështon dëgjesa. E keni në dorë atë pjesë. Dështon, nuk doni dhe është mungesë e vullnetit tuaj. Nuk e përcakton votimi sot më. Nuk është votim që vuri ty para tokës pushkatimit fare në mënyrë absolute. Kjo është çështje e dëshmimit të një vullneti sinqert, vërtet, që ore ti thrasim. Dhe pse jo edhe një përfaqësim mësuesish? Ky është komision dhe kështu duhet funksionojë demokracia. Marrë mendimi. Se dalin njerëzit pastaj revoltohen, se s'na pyesnin, se si pyesim. Nuk i pyesni. Dhe dali normal, do dali, dha i mësuesi atje që do hym provim licence atje ke, nuk është vetë, ka fëmijët e tij, aty e ka, se ka pa debatin në shtëpi ai, se kanë derdh djersa ata për të qenë aty në punë, ç'ës bëjnë me ditare, pa ditare, me letra. Dhe sot pagoni dhe 100.000 lekë se kemi bën e gabim, po s'morët licencën, ikni dhe nga puna ju, se ndërkohë që kanë marrë kualifikime, quhen njerëz kualifikuar, njerëz përgatit. Prandaj, këto janë kushte, mos i keq interpretoni të gjitha gjërat. Mbledhjen e deklaroj të mbyllur.